Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë e falenderojmë për begatit dhe mirësitë të panumërta që Allahu subhanahu wa ta'ala na gëzon dhe na dhuron për çdo ditë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi njeriun më të zgjedhur, mbi shpirtin më të pastër, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu azza wa jall na ka mundësuar që të takohemi në këtë mexhlis, ku e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta rrethon me melekët e tij, ashtu siç ka ardhur në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që të zbret mëshira Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të zbret qetësia mbi ne. Dhe pasi që të ngritemi nga ky mexhlisi, të ngritemi duke qenë me mëkate të falura tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Jam I bindur, vëllezër të nderuar, se mbledhja jon në këtë takim është se ne e duam fenë Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk keni mbledhur në këtë vend për diçka dhe një pjesë të dunjajës apo për një interes të kësaj botës, thjesht jemi mbledhur për ta mësuar dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala, për ta mësuar fenë e Allahut azza wa jall. Dhe kjo aludon në dashurinë e fesë tonë, në dashurinë e dinit tonë. Normal që prej dashurisë dhe fesë tonë është mësimi I jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dashuria e tij dhe njohja e tij është prej obligativës fetare që ne ta njohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu dashurinë e tij, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve që e transmeton Enes ibn Maliku radiallahu anhu, duke qenë në prezencën e Omerit radiallahu anhu, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, I tha Omerit radiallahu anhu, nuk ka besu askush, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. I tha, nuk ka besu askush prej jush, nuk e ka plotsu imanin e tij, derisa unë të jem më I dashur se sa fëmijët e juaj, se sa prindët e juaj dhe sa të gjithë njerëzit në prani. Omeri radiallahu anhu I tha, ja Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Ti je I dashur, I dërguari I Allahut, ti je më I dashur se çdo send, por po se vetës time. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha, la ja Omer, jo Omer. Nuk është plotsu imani jot. Pastaj ndeti një kohë, Omeri radiallahu anhu tha, ja Rasulullah, tash je më I dashur edhe sa vetia ime. Pejgamberi alayhi salatu wasallam I tha, el-ana ja Omer, tash Omer, tash e ke plotsu imanin ashtu siç duhet. Do të thot prej imanit që ka me dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E si mos të duhet ki njeri, kurse pejgamberi alayhi salatu wasalam është njeriu më I zgjedhur, njeriu më I dashur tek Allahu subhanahu wa taala, më I privilegjuar ndër gjithë pejgamberët, është Sayyidu walad Adem, që ka thonë, unë jam zotria I bijve të Ademit. Yaumul qiyamah, dhe ditën e kiametit, kur do të mbledhen krejt ummetet, do të shkojnë te Ademi alayhis salam, që të kërkojnë ndërmjetësimin dhe shefatin për Allahun subhanahu wa taala, që të I futat ata në xhenet. Ata thonë, ne nuk kemi kompetencat tona, shkoni tek Nuhu, shkoni tek Ibrahimi, shkoni tek Salihu, shkoni tek Hudi, derisa mbrinte Isa alayhis salam, derisa mbrinte tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ndërmjetëson edhe I lejohet me ndërmjetësu vetëm se pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe çka ndodhen kur arrin ketë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot, unë bi në sejdë para Allahut subhanahu wa taala, tahta arshin, nën arshin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu azza wa jall, mi hap disa lutje që nuk kam lut asnjëherë Allahun mas I lutje. Pastaj I thot,
irfa ra'sek, ngrite kokën o Muhammed. Pse? Allahu subhanahu wa taala çka thot? Wa rafa'na laka dhikrak. Ti o Muhammed ta kemi ngrit lart përmendjen tënde. Ti je i lart në dunjë dhe i lart je në ahiret. Thot dhe pastaj i thot irfa washfa tu shafa. Bën shefat se do t'jipët shefati ti tash, bën shefat për umetin. Jo vetëm për umetin, për të gjithë umetat. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në atë moment kur i lutet Allahut subhanahu wa taala, thot çka jo lutja e parë, fjalët e para thot ummeti, ummeti jem. Nuk lutet për veten e tij, nuk lutet për familjen e tij, as për fëmijët e tij, as për nipat e tij, lutet për ummetin. Dhe kjo aludon dashurinë që e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. E sot në pika të shkurta do të mësojmë për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku këtu është pra jeta ajo emri dhe do të thot prejardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, dhe lidhet deri tek fisi Adnanitët, të cilët rrjedh nga arabët të cilët janë të arabizuar pra me Ismail alayhis salam që është martuar me Jemenase, dhe rrjedh te fisi Adnanitët që janë lidhen me Ismail alayhis salam deri tek Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Lindja e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i zgjedhur në rrugën toksor, pra ka lindur ditën e hanë në vitin e elefantit. Çka është fra viti e elefantit? Një ndodhi e madhe madhështore që ka ndodhur para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka qenë një ndër shenjat më të mëdha që do të lindeni pejgamberi i Allahut azza wa jall. Pra viti i elefantit është emërtuar që ka qenë një mbret Abraha, është quajtur, i cili ka preukupu disa vende, ndërta edhe në atë kohë Jemenin. Dhe kur ka pasë shumë njerëz, kur po vjen një kohë e caktuar, një periudhë e caktuar, po shkojnë shumë njerëz me vizitua atë vend atje, pra Qabën. Edhe ka vendos që ta ndërton një kishë, se ka qenë krishter, ta ndërton një kishë të madhe, të bukur, me ari, domethënë me stoli shumë të madhe, me qëllim që ti merr të gjithë njerëzit, ja u kthen fytyrën që ata të shkojnë tek pallati që do ta rregullon ai, do të mendon se për shkak bukurisë. Por kur ndodh e kundërta, që nuk shkon, askush nuk i përgjigjet ftesës. Nga mblefi i madh e merr ushtrinë e madhe, i merr elefantat edhe shkon për ta rrezuar Qabën. Dhe çka ndodh? Ndodh që Allahu subhanahu wa taala e merr mbi fuqinë e tij ta mbron Qabën. E ka qenë subhanallahu në atë kohë kryetari i Mekës Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kush ishte gjishi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Abdul Muttalibi ka qenë domethënë paria e kryesore e Mekasve. Dhe kur ka ardhur Abraha, ka thonë sjellë një kryetarin që të bëjmë një bisedë. Edhe ai ka thonë çka kërkon, ka thonë unë i kërkoj devet e mia. Se kur ka ardhur me ushtrinë e vet, ja ka marrë dhe devet. Ka thonë vaj halli, unë tu mendu se ti do të vish me një diçka shumë të madhe, se po du me zru Qabën, ti tash nuk po vetëm për Qabën, po vetëm për devet. Çfarë kryetari je ti? Thot unë jam zotëria i deveve, kurse Allahu është zotëria i Qabës. Unë jam përgjes për devet, e Qabën ka me rrit Allahu, unë nuk kam mundësi me rrit Qabën. Edhe ju thot njerëzve nga mençuria që ka pasur se ka qenë mushrik, megjithatë ka besuar se kjo Qabe është e Allahut. Edhe ju ka thonë me kasve largohuni. Kanë ardhur me elefantat me rrezu Qabën, thot kur i bënin që të shkojnë Qabën ta rrezojnë, thot elefantat ulshin. Edhe ktheshin kokën. Këto anët lëvizshin vetëm se anonën e Qabës, anonën e kiblës nuk lëvizshin mbishin. Në atë moment Allah subhanahu wa taala i dërgoi disa shpes, të cilët e shkatruan çdo send çka ka edhe elefantat, edhe ata pronarët e elefantave. Që është suratul Fil, surja e elefantit. Do të thonë çket kuptim e ka që Allahu subhanahu wa taala thot termihim bi hijaratin min sijil. Ne thot i gjujtëm ata me guraleca zogjët, të cilët kishin në kthetrat e tyre, edhe në sqepin e tyre ka një gur, kur e gjunta atë gurin, u shkrinte personi me tër elefantin që e ka. Për shkak se në atë kohë elefanti ishte sikur sot që është koha e luftave me tenka. Domethënë ata që ishin që do të thotë rrëzojshin përpara çka ka pengesa para tyre. E kështu që Allahu subhanahu wa taala e
ndihmoj qabën, edhe ishin shumë të gëzum, edhe këtë ditë e mbajtën mend të gjithë Mekasit. Edhe hyrin histori viti i elefantit. E me këtë, në këtë vit ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mund të thot dukush se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka khilaf te punja e lindjes. Pejgamberi alayhi salatu wasalam sikun transmetimin te Ebi Qatada që thot se ka ardhur një arabi, ka ardhur një beduin. I ka thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam, çfarë thua për ditën e hënë? Domethënë çfarë thua për ditën e hënë? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, atë ditë kam lind dhe atë ditë më është shpall mua. Domethënë ditën e hënë ka lind pejgamberi alayhi salatu wasalam me hadithin e cilin transmeton Buhariu dhe Muslimi. Domethënë është e vërtetë. Porse nuk dihet se a ka qenë Rabiul Awwal, disa kanë thënë se ka qenë Rabiul Awwal me 12 Rabiul Awwal, si është ta marrën se vdekja është e konfirmuar se çat ditë. Por se lindja nuk është e konfirmuar se është me Rabiul Awwal, disa kanë thënë se është në Rexhep, disa kanë thënë se është në Ramazan. Shkaku se pejgamberi sa ka thonë ditën e hënë kum lind unë dhe ditën e hënë më shpall. E kurse shpalla pejgamberit alayhi salatu wasalam s'pari kur i ka ardhur në Ramazan. Domethënë e ka barazu me këta. Për ata muji nuk i dihet. Pse e vall? Në e dinën dhe pleqët e tonë ma herët, kur t'i pyetish ata që janë shumë ma pleq, kur ki lind, thot në dimër, në shmajtër, ku më lindën, kur e mleshin dushkin, kur e mleshin kalamoqin, a kupton? Është gjerdje, ku i di shka, do më thonë, koha që ka i kanë majtë njerëzit men për shak se nuk kanë pas regjistrime, para 1400 vjetëve, nuk ka pas regjistrime. Do më thonë, janë bëjt me ndodhi, një për ndodhive ka qenë ndodhia e elefantit. Edhe një tjetër që nuk dihet për shak se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka lind, nuk ka lind si pejgamber. Ka lind sikur njeri i thjesht, pejgamberlloku i ka ardhur kur i ka mbush 40 vjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ata nuk dihet saktësisht lindja, por pse dihet ditën e hënë, edhe dihet domethënë ditën e vitin e elefantit. Kjo domethënë ajo çka shihet nga kjo. Pastaj fëmiria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam para se të lind i vdes baba i tij. Dhe lind pejgamberi alayhi salatu wasalam jetim. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wasalam lind, ishte tradit e arabëve, ishte tradit e kurejshitëve, që posa lindshin fëmijët e tyre, do të thot të vegjël, i mirnin pra njerëz të cilët ishin malsor, beduinët, për ti marr, për ti ushqy në për vende malore ku ishte ajri i pastër, ku shëndeti ishte më i shëndosh fëmiu dhe një që ishte më kryesore se gjuha arabe, gjuha më e përsosur dhe më e kulluar gramatikore ishte në për vendet malsore të beduinëve. Që ata u zgjidhnin për këta. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam tha unë jam njeriu më oratori, tha pse? Se jam nga kurejshitët që janë të dalluar në gjuhën arabe dhe jo mrintën tek Beni Sad, do të thonë te familja Sad që është në Taif, se atje e kanë mësuar gjuhën arabe. E kur nisën që t'i marrin të gjithë foshnjët, të gjithë kishin qëllimin që çdo kush që e merrte foshën, baba i tij e pagunte me një pagesë, domethënë një shumë të madhe, që është kujdes për fëmijën e tij. Porse pejgamberi alayhi salatu wasalam askush donte ta merr se baba i tij kishte ndrujet, kishte vdekur dhe askush nuk donte ta merr se mendonte se pagesën që do t'ia ban, dhuratat do të jetë shumë e vogël. E kur këtë gratë i morën dhe nuk mbet vetëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si fëmijë, ishte një grua e cila u quante Halimetu bintu Saadije e Taifit. Kjo Halimja ka qenë shumë e varfër. E ka dashur të adopton një fëmijë që të paguon një dhuratë dhe t'i vinë disa të ardhura familjare që ishte adopt. Por se çka kishte ndodhur devja e saj, atë që adopt, saqë nuk kishte qumsht. Gomari i saj që udhtonte atë që i dop sa që kom t'u ngatroshin gjatë rrugës, edhe ka mbrije mbranta. E thot mos të kthejna unë prap pa fëmijë, atër po e marr Muhamedin. Kur e merr thot Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, momentin që e merr fillon thot gomari të ecë me shpejtësi më të madhe se sa ka ecë më herët. Kur arrit thot devja fillon t'jape qumsht, e cila nuk jepte qumsht. Thot ishte edhe qumshti i Halimës ishte atë që i dop sa që fëmia e saj, do të thot nuk u ngopej me qumsht. Por kur me ardhën e pejgamberit asam u shtu qumshti që i dilte edhe pejgamberit asam edhe djalit të saj. Edhe po bereqeti i madh që i shtohet. E normalisht 2 vjet me mbajt fëmijën. Kur e kthej mas 2 vjet se kishte obligim me e kthi, ja dhan një dhuratë babgjyshi i tij Abdul Muttalibi, do të thonë babgjyshi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Por nga bereqeti i madh që e kishte, tha a ka mundësi ta marrë edhe 2 vjet tjera.
Domethënë njerëz doshin ta marrë hiç. Tash Aban se mushtu tomli, mushtu të mirat, mushtu dhuntit ta marrë edhe 2 vjet tjera. E toleroj që ta merr edhe 2 vjet tjera. Por brenda çastoj 2 vjet tjera i ndodhi një ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur kret pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka ruajt, domethënë bagëtit me djalin e Halimës, me vllahun nga qumshti, duke qenë moshën 3 vjeçare apo moshën 4 vjeçare. Në moment i vin 2 persona dhe e shtrin pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe ja hapin gjoksin. Dhe marrin një tas ku ja shpërlojnë gjoksin e tij dhe nxjerrin një pjesë prej pjesës të nxitur nga shejtani. Për atë, pasi që i hapët gjoksi, tregon se çka ka ndodhur, kur e shohin ata çka ka ndodhur o djalë, thot u frigova derisa morën 2 persona, thot më shtrinën dhe më hapën gjoksin barkun dhe thot pastaj nuk e ndi se çka ka ndodhur me mua. Kur vin ata, e shohin se sikur njëri kur bëhet operacion për zemrën, domethënë është i operuar, edhe është i qepur edhe në njëjtën kohë është i shëruar sikur se me qenë me pas operacion i kohë gjatë. E kjo çka ndodh, Allahu subhanahu wa taala çka thot alam nashrah laka sadrak, a nuk ta zgjarum në gjoksin. Wa wada'na anka wizrak, dhe çka ta hekëm atë peshën, atë barrën të cilën e kish. Alladhi anqadha dhahrak, që ta rëndonte ti shtëpinë tënde. Më thonë, kjo të tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndodhur kjo ndodhi, nga frigja e Halimës e kthen tek nona e tij dhe i tregon për rastin, do të piksoj momentin nuk ka mundësi më ta marr këtë fëmijë, se i ka ndodhur kjo ndodhi dhe frigona se po mbet në dorë, domethënë po i ndodh diçka, i ka ndodhur një gjë që unë jam frigu shumë për këtë. Pastaj e merr nona e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shkon një udhtim deri në Medinë tek dallart e tij, rrugës duke kthy, nona e tij i vdes në rrugë. Dhe mbet jetim në moshën 6 vjeçare apo 7 vjeçare apo 4 vjeçare sipas disa domethënë historian të gjuhës të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku mbetet jetim e merr domethënë kompetencat e tij që ta merr në mbikëqyrjen e tij, pra gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Ai e donte shumë për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte jetim dhe e donte shumë pejgamberin alayhi salatu wasalam për shkak se e kishte dash babën e tij Abdullahun. Dhe kjo është një histori që i ka ndodhur, që i ka prej 100 deve, se Abdul Muttalibi i ka pas 10 djem, prej 10 djemve i ka premtuar Allahu se është hub Zemzemi. Nëse e gjej unë Zemzemin, atëherë ka me prej një gjallë kurban. Edhe çka ndodh, e shef nëndër se ku është uji i Zemzemit. Shkon dhe e gjen. Tash du të me krije. Thot se herë që i bike shorti, thot i bike Abdullahut. Do thot u deshke me prej Abdullahun. Atëri mbledhet atë çka të bëj ki djali më dhimbët më shumë prekedet. Baba i pejgamberit sa para se me të lind. Ata i thanë si shpagim, çdo herë që do të bën shorti ka 10 deve. Thot i ra 10 herë, ka 10 deve 100 deve. Domethënë 100 deve është çaq kisasi që nëse mbytet një person, shpagimi dëm shpërblimi i tij është 100 deve. Kur i arriti thot 200 deve, tha prap po ndi diçka në shpirtin tem se nuk jam i qet. A thu, ma ka pranuar Zoti ket. Thot atër gjuje për domethënë brenda 10 herëve, ma tepër se 10. E gjun 11, 12 kret domethënë bën te deve, nuk bën mot Abdullahu. Atëherë domethënë vendos mi i therr 100 deve, shkaku pejgamberit sallallahu shkaku babës pejgamberit alayhis salam Abdullahut, për ata dhe e don shumë pejgamberin alayhis salam. Por kjo nuk zgjat shumë, zgjat një periudhë domethënë shumë e vogël ku gjyshi i tij ndron jetë, dhe para se me ndru jetë, e thirr Ebu Talibin. Ebu Talibi, i cili është baba i Aliut radiallahu anhu, i cili ka qenë vlla me Abdullahun, po këta arabët janë shekik, vllau i cili është prej nane dhe prej babe, dhe vllau i cili është vetëm prej babe, nuk është prej nanës së njëjtë. E ka qenë ki prej një babe, prej një nane, e ka marrë për subi, ka thonë, mos e ki derë, se unë do ta shikoj këta dhe do të më shumë se sa që i shikoj, do të thotë fëmijët e mi, dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka dash dhe e ka dallu më shumë se të gjithë fëmijët e vet që i ka pas në prani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rinia e tij, pejgamberi alayhis salatu wasalam, pasi që fillon dhe arrit në moshën 25 vjeçare, pejgamberi alayhis salatu wasalam i bën një tregti, ku një grua e cila ishte e devotshme dhe grua e cila ishte e njohur tek arabët, tek fiset dhe e pasur dhe me autoritet të madh, Khatija radhiyallahu anha, ku e mori pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të thotë para se të bën një tregti, i ruajti disa dele.
Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tha ma min nabiyyin illa ra'al ghanam, nuk ka pas pejgamber por se ka rujt dhën. Edhe Daudi alayhi salam thot ka rujt dhën, edhe Musa alayhi salam ka rujt dhën, thot pejgamberi alayhi salam nuk ka pas pejgamber por se ka rujt dhën. Pse? Thojnë edhe një hikmet që thënë dietar se ai njeri i cili ka rujt dhën është i butë, e ka zemrën e tij të butë. Edhe kujdeset për kafsht, kujdeset për dhënt, i njeh dhënt, i njeh për fytyrë, i njeh se kush janë, çka janë, edhe kujdeset sikur për familjen. Për ata në hadith ka thonë pejgamberi sa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'ati, çdo kush për ju është bari dhe çdo bari është përgjegjës për kopën e vet, për familjen e vet. Domethënë t'ia mban dertin, domethënë çka një kopes, një delës, domethënë një dhenve, pastaj ndal ngadal ku bëhet tregtar dhe kur e shef besnikshmëria e tij dhe sinqeriteti i pejgamberit alayhis gjatë tregtisë që e bën Sham dhe vjen me një pasuri të bojëllshëm dhe e sheh se është i drejtë, atëherë vendos që ta marton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ndodh martesa me Khatijën radhiyallahu anha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një jetë shumë të lumtur me Khatijën radhiyallahu anha, edhe një specifik tjetër kur është martu Khatija radhiyallahu anha me pejgamberin alayhi salatu wasalam, e ka ndihmuar me pasurinë e saj, me çdo sent çka ka pasën, derisa pejgamberi alayhi salatu wasalam i kanë ardhur 20 oferta mu martu me vajza virgjineshe, nuk është martu me Khatijën kur Khatija i ka pas 40 vjet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 25 vjet. Edhe derisa ka ndrujet Khatija radhiyallahu anha nuk është martu me askënd, për atë Aisha radhiyallahu anha tha që nuk xhelozoi të asnjë grua, por se xhelozoi te Khatija. Se kur ka qenë martuar me Khatijën, thot sakon asnjë prej neve. Kurse sot jemi në 9 së bashku. Edhe pejgamberi sa vazhdimisht e ka përmend për të mirë Khatijën radhiyallahu anha. Dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi që martohet me Khatijën radhiyallahu anha, fillon një periudhë të ndahet jashtë vendit të tij. Shkon do të thot tek një shpellë, e cila është shpella Hira. Çka ndodh në shpellë? Rrin i vetmuar, një javë, ka pas rast 2 javë, ka pas 3 javë, ka pas 4 javë, kur ajon të ushqimi vinte. U ndante dhe meditante. A thu vallë to çka rrotullohen rreth Qabës, që janë për rreth 360 idhuj. Që as nuk folin, as nuk hajnë, as nuk pinë. Qysh ata po i adhuron? E mërzit kjo pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dhe fillon të mediton të rreth krijimit të qiellit, rreth yjeve, rreth diellit, rreth hanës. A thu vallë kush i ka kriju këta? Edhe mundonte shpesh kjo dhe u vetmonte dhe donte që të arrit deri tek përgjigjja se këta populli i janë në humner. Dhe një ditë prej ditës kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ndejt, thot erdh një melek. Dhe i tha pejgamberit alayhis salatu wasalam ikra, lexo. I parja ajet që i shpallet pejgamberit alayhis salatu wasalam është ikra, lexo. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam ma ana biqari, nuk jam un lexues, nuk di të lexoj. Thot më shtrëngoj derisa mendova se eshtrat më janë ngushtuar njëra për tjetrën. Përsëri thot më tha ikra, lexo. Thot tha nuk di të lexoj derisa për 3 herë thot më shtrëngoj derisa mendova se frymën do të ma zën. Tha ikra, tha nuk di të lexoj, i tha ikra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emrin e Zotit tanë që të krijoi, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, që e krijoi njeriu prej një gjaki të ngjizur. Ikra wa rabbuka al-akram, lexo se Zotin tanë bujar, në emrin e Zotit tanë bujar. Çka do të thotë kjo? Kjo dietar thonë se vlera e diturisë e para nuk i ka thonë se un jam Xhibrili, as nuk i ka thonë se ti do të bësh pejgamber, pa e para i ka thonë lexo, për me tregu se ne umeti i leximit, umeti i mësimit, umeti i përparimit, pra parin send i ka thonë pejgamberit alayhis salatu wasalam ikra. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam në ato momente thot e kapi një frikë, e kapi një mërzi dhe thot doli thot nga shpella, thot ka u sillshna, ka ishin vetëm se e shifsha Xhibrin alayhis salatu wasalam, domethënë ai dilke para meje. Dhe shkon tek Khatija radhiyallahu anha dhe pasi që gruaja e mençur thot kur vjen i friguar pejgamberi alayhis salatu wasalam, vjen i friguar burri i saj, e mbulon pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe i thot pejgamberi alayhis salatu wasalam zemmiluni, më mbuloni. Dhe këtë tregon edhe ne kur i na kon fëmijë me një vakt, kur jetut natën e kim marr qepën, e kim shtellën e jetë qetësua, kupton? Ai qepja kur just ka ndihmue. Vetëm se tregon se kjo si çik, domethënë kur ta marrsh personin fëmijën e kur frigohet me mbulu ose me i marr me gjujt diçka, qetësohet. Edhe pas nuk i ka thonë çka ndodhi, çka u bë me merakos, po është qetësu një herë. Pasi që është qetësu,
i ka thonën o burim, o Muhammed, mos u frigo se Allahu nuk të hub ti, se ti u ndihmon jetimave, ti ndihmon fukarat, ti bart, domethënë peshat randa për njerëz duke u ndihmuar njerëzve, i njëri drejt, ju ndihmon jetimave, Allahu nuk ka për të të humbti asnjëherë. Edhe thot çka thot? Për mja gjithë zgjidhjen, tregon se gruaja e cila është e qetja zgjen zgjidhjen burrit, i thot kena me shku tek një axh, i cili ka qenë axha i Khatijes radiallahu anha, i cili është quajtur Waraka ibn Naufel. Waraka ibn Naufel ka qenë një arab kurejshit i cili është bë krishter dhe ka lexuar për librat e hershëm, për librat e Teuratit, për librat e Injilit dhe ka ditën gjuhën hebreje. Dhe ka shkruajt, ka marrë shkrime dhe i ka përkthyer në gjuhën arabe. Dhe ka njoft mirë jetën e pejgamberëve. Dhe kur i tregon pejgamberi alayhis salatu wassalam ndodhien, thot i mbush syt me lat, në atë kohë ka qenë qarr, edhe i thot ti të pas ka ardh ai melejku që i ka ardh Musaut alayhis salam, dhe ti je pejgamber. I pari që e vërteton se ti je pejgamber është Waraka ibn Naufel. Dhe i thot, sikur të kisha qenë i ri, të kisha qenë i fortë, kur do të nxjerrin populli jot prej vendit, të ndihmoj. Edhe në atë moment pejgamberi alayhis salatu wasalam i mbush syt me lat. Edhe këtu aludon dashuria e dheut pejgamberi alayhis salatu wasalam që e ka dashur, që thonë musliman duke dhënë atë dheun. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka dashur atë dheun, ka thonë e mukhrijihum, a kanë më nxjerr ata pi vendit tem? Ka thonë ma min nebin illa ukhrij, ska pejgamber që nuk e ka dobu populli vet për vendit vet. I mbush syt me lat. Edhe ma shumë të qka mërzitet që do të vjere koha do të shpërnguret pejgamberi alayhis salatu wassalam prej Mekë. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam fillon që të thret në fshehtësi. Me thonë fillon që njerëzit, edhe kjo është prej strategjisë davetit, fillojsh me babën, me vllahun, me të familjes që i ki më të afërmit. Shok, dashamirët më të afër që i ki, ata s'pariherë me i thirrë në Islam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e pranoi para Islamin nga gratë? Khatija radiallahu anha. Kush e pranoi prej fëmijëve? Aliu radiallahu anhu. Pse e pranoi Aliu radiallahu anhu? Pse pejgamberi alayhis salatu wasallam ja kishte marrë Abu Talibi, se i kishte rrit pejgamberi alayhis salatu wasallam, e ishte me ekonomikisht ishte dobësu, tha unë po ta marr, tha Aliu radhar unë do ta ruaj. Edhe donte sigur fëmia i tij. Edhe i pari që e pranoi nga fëmijët ishte Aliu radhiyallahu anhu. Pastaj ishte Abu Bekri, shoku më i afërt, që edhe para pejgamberllokut e kishte të afër, para ata kur i erdhën mushrikët e Mekës i than, "Ki shok jo të çmend, po thot se ka hipën 7 kat qiell dhe kështu me radhë ka mriu, ka taku me Zotin." I thot apo e beson ti? Thot Abu Bekri, a ka thonë Muhamedi asëm? Po, thot kish pas diçka dhe mana se 7 qiell kisha thonë se ka hip edhe atje. Ka thonë pa i po thot se ka hip Sidratul Muntaha, nuk ka më vend tjetër. Thot vallahi do t'i kisha besuar. Për ata e merr epitetin si dik i sinqert. Më thonë për ata shokit vet par, pastaj domethën ka qenë prej tyve Zeid ibn Harith. Zeid ibn Harith e ka qenë domethën prej robërve që e ka pasën domethën pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pastaj Uthman ibn Affani, Zeid ibn Awami dhe Abdurrahman ibn Aufi për të parë që kanë qenë ato më të afërt pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku va ka shpjeguar tauhidin, ku ju ka shpjeguar fjalën la ilaha illallah dhe shmangje 360 yllit që kanë qenë, por ka thirrëm shehu razi, edhe kjo tregon se kur të fillosh një projekt, një punë, mos u zgjerosh shumë, fillo domethënë të ato më të dashur, ato më të afërt, pastaj zgjero ndal ngadal sipas fuqisë dhe sipas vullnetit që e ke ti. Thirrja haptazi. Pastaj pasi që i ban 3 vjet pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe ngulitet imani në zemrat e tyre që i ka të afërt, atëherë Allahu subhanahu wa taala i thot fasda' bima tu'mar wa arid anil mushrikin, thirr tash haptazi dhe çka dhe largohu prej mushrikëve. Domethënë tash me thirr domethënë haptazi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë publikoje ata që ti e ke pas më herët. Thirrja dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e bën këtë thirrjen e bën në Safa dhe Merwa. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh bashkë që të thret në Safa dhe në Merwa? Shkaku se arabët kurëshitët në atë kohë kur kanë pas një gjë të rëndësishme, çka kanë bën? Kanë shku Safa dhe Merwa, i kanë thonën eju al arab, eju al Quraysh, i kanë thirr këtë njerëzit. E i thrit pejgamberi alayhis salatu wassalam kur i thot Xhibril alayhis salam ja zbrit ajetin fasda' bima tu'mar wa arid anil mushrikin, thot publiko haptazi për të cilën urdhrohesh, e hiqju i dhujtarve, largohu i dhujtarve. Edhe i thirr pejgamberi alayhis salatu wassalam, pasi që i thirr i thot o ju Quraysh, si më dini mua, thot ti je besniku, ti je njeri më i drejtë, ti je njeri më i mirë, ti je domethënë
njeri i më të drejtit familjes më të drejtë, familjes Hashimite, që ka qenë për familjes më të drejtë. I thot, nëse ju tham unë pas saj kodrës, do të vjen një ushtri e madhe që ta sulmon Mekën, a do të kishni besu? Thot, çu s'kishmi besu, ti je besnik. Në moment i thot se unë jam pejgamber, Allahu subhanahu wa taala më ka thënë mua pejgamber. Në moment ofendimet e para i ka pas prej Ebu Lehebit, miqës ti. Thot, a për këtë na kim ledh o gënjeshtara? A për çket na kim ledh krejt neve se domethënë aty jam ledh safa dhe mërva për gjona domethënë shumë të rëndësishme. Nuk ka pas gjonë më e rëndësishme se shpallja Allahu subhanahu wa taala, që të ngjel prej errësirës në dritë, prej dalaletit në hidajet, në udhëzim. Në atë moment e zbrit Allahu subhanahu wa taala suratul Masad, tabbat yada, qofti shkatruar, tabbat yada Abi Lahab wa tab, qofti shkatruar Ebu Lehebi. Wa mra'atu hamalat al-hatab, dhe gruaja e tij e cila ka bardh thera për ta penguar pejgamberin alayhis salam. Fi jidi hablu min masad, ditën e gjykimit do ketë një zinxhir të zjarrin qafë, do të dënohet vetëm për atë që e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një mushrike, një kafire, subhanallahu, këshire kanë herë që kjo është për Ebu Lehebin, që Allahu ja ka caktuar që ka me hinë xhehenem. Nuk ka as për akidas, për kur gjë tjetër. Megjithatë, një kafire ka pranuar Islamin vetëm çketsure kur e ka lexuar. Çish s'na ka shku neve mendje ku i ka shku mendja asaj. E ka lexuar se Ebu Lehebi ka qenë më i afërt i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë aq. Kur është zbrit surja, kjo në fillim tregova domethënë fillim të shpalljes, sa ka ardhur shpallja. Pas asaj pejgamberi alayhi wasallam ka thirrën në Islam 13 vjet Mekë. Thot 10 vjet ka jetuar Ebu Lehebi dhe nuk e ka pranuar Islamin. Thot sikur të kish dashur, sikur të kish qenë rrein Kur'ani, do ta kish përgënjeshtruar, kishton çu bona musliman, veç me përgënjeshtruar se Zoti po thotë që unë në xhehenem jam, çu po bona musliman. E thot, kjo tregon se prej Allahut se 10 vjet i ka dhënë afat, nuk e ka pranuar, ka vulos Allahu zemrën se kjo qafirë, sos punë me këtina. E vetëm për çka çka ka pranuar Islamin. Pse? Sa Allahu ja ka vulos zemrën, ka thënë vendi jot është në xhehenem 10 vjet para se me vdek. Edhe se ka pranuar Islamin. Kurse se do ta marrim më vonë Ebu Sufjanin, don një sahabi që ta mbiti, thot pejgamberi sa mos e mbit. Nëse i mbit këtë Ebu Sufjan, nëse shef duke e mbit, thot mos e mbit. Ai habite se Ebu Sufjani kush është? Pastaj Ebu Sufjani bëhet musliman. Edhe ju ndihmon domethënë muslimanëve. Kjo tregon se pejgamberi sa më antiku anil hawa, nuk fol nga hamendja vet. Çdo send që i shpallet prej Allahut subhanahu wa taala. Hijreti e migrimi i parë i muslimanëve kur fillojnë, do të thonë muslimanët me thirr pejgamberi sa që grupi i vogël, fillojnë domethënë mushrikët që ti torturojnë dhe më tepër. E dini domethënë në torturën Bilalit radhiyallahu anhu, çka i bëhet guri mbi ta, i gjuhët, e bëhet domethënë torturat mëdha. Derisa familjes Jasirit të thotë çka Amarin e lidhin, Jasirin domethënë çka e mbitin, nanën e vet domethënë e mbitin Sumejnë, e cila është dëshmorja e parë në Islam. Çka i thot pejgamberi alayhis salam? Sabran ya ala Yasir. Sabro familja Jasirit. Inna maw'idhukum al-janna, se për juve është premtimi i xhenetit. Nuk kam dorë asnjë send, për shkak se ishte i do pejgamberi sa. Edhe e para prej saj çka shkoi pejgamberi sa në vitin e 5 për kjo para shpalljes, është shpall kur është shpall pejgamberi alayhis salam, se kjo njihet në histori domethënë gjatë shpalljes para se me boj migrimi, se domethënë kalendari musliman fillon prej te hijreti. Domethënë kohën e shpalljes, vitin e 5 shpalljes, pejgamberi sa e dërgon një grup në Abisinit tek mbreti Nejashi, 12 burra dhe 4 gra. Prej tyre domethënë Uthman ibn Affani dhe Rukia, e cila ishte vajza pejgamberit alayhis salam dhe ishte bashorti i Uthmanit radhiyallahu anhu. Për ata Uthmani radhiyallahu anhu kanë quajtur Dhun Nureni, pronari i dritave, se i ka pas ditë çikat pejgamberit alayhis salam të martuar. Njëra prej atyre Rukia, tjetra ha? Tjetra? Ja, Fatimën Ali radhiyallahu anha ka pas. Ummu Kulthum e Rukia kanë qenë këta dy bashortët e Uthmanit radhiyallahu anhu. Edhe kur i kanë tu diet kanë ndrujet. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, sikur të ka kisha pas edhe një vajzë ta kisha thonë ti o Uthman. Edhe e ka lavdruar Uthmanin radhiyallahu anhu, ka thonë se njëri më i turshëm ka qenë prezant pejgamberi sa duke nejt me sahabët, thot e ka pas kofshën e tij pak shplut. Ka hi Abu Bekri s'ka lëviz, ka hi Omeri s'ka lëviz. Kur ka hi Uthmani radhiyallahu anhu e ka mbulu të thot kofshën e tij. Aisha radhiyallahu anha e ka shiku këtë skenë. E i tha ja Rasulullah, pas i shkon hini Abu Bekri babam s'lëvize, hini Omeri s'lëvize, kur hini Uthmani anti lëvize dhe u rregullove, thotoi Aisha, si mos të kem turp për një personit kur melek be ju vën turp për atij. Do të thonë, alçi turp shumë
që melekëve ju ka ardhur turp prej Uthmanit radhiyallahu anhu dhe ka qenë emigruesi i parë i cili ka shkuar në pastaj do të thotë në Abisini bëhet të shkon tek Nexhashi. Çka i thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, shkoni tek një mbret, se është mbret i drejtë. La yudlem ahad, askuj nuk i bëhet dam. Dhe kjo tregon se çish ka thonë Sheikhul Islam ibn Taymija se Allahu subhanahu wa taala ndihmon një shtet që janë krishterë qafira për shkak drejtësisë saj, edhe e shkatron Allahu subhanahu wa taala një shtet që janë krishterë musliman që ka pa drejtësinë ta. Sikur ato ndodhet në përvendë. Domethënë çka pejgamberi sa mi ka thonë, shkoni edhe pse ka qenë krishter, domethënë nuk ka qenë musliman, shkoni se është një mbret i drejtë. Edhe vërtet ka qenë mbret i drejtë që i ka pranuar muslimanët dhe u ka sill me muslimanët ashtu siç sillet njeriu me popullin e vet dhe me njerëzit e tij. Pastaj bëhet hijreti i dytë, domethënë kur në vitin e 7 të shpalljes në Abisini, kur i torturohen dhe më tepër musliman dhe bëhet një kontratë shkruhet. Muslimanët i bëjnë 3 vjet bojkot, as nuk ju shesin, as nuk i martojnë, as nuk i japin, domethënë me ble, as me shi, derisa muslimanët binë në gjendje të keqe, saqë gjethat e drunit hajnë. Para mendoj, gjethat e drunit i hajnë, edhe ato vazhdimisht i thonë, thujini se Zoti ju në është lati dhe uza që të kthejnë edhe t'ju shërbejnë. Megjithatë kur e pa pejgamberin se shumë, atë i çoi domethënë në Abisini. Dhe domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbet një kohë vet, por pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte mbrojtje Ebu Talibin dhe e kishte mbrojtje Hatixhen radhiyallahu anha, që ishin dy krahët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku mushrik nuk mundshin që ta torturojnë atë shumë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i përcjell këtë për Taif, mbet pak me disa persona, e shef se në Mekë i mbyllën këtë dyrt, i mbyllën domethënë shitblerja, i mbyllën domethënë daveti, nuk e lojnë me bazë davet asnjë sen. Shkon për në Taif pejgamberi alayhis salatu wassalam që mos po e pranon Taifi, do të thot Islamin. Por çka ndodh në Taif, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, e ku përjetuar një ditë të rëndë. Kur e kanë pyet cilla ditë ka qenë më e rëndë jetën tonë, ka thonë dita e Taifit. Kur ka shkuar në Taif, krejt populli ja kanë kthy shpinën, edhe i kanë porosit fëmijët me gurzu pejgamberin alayhis salatu wassalam, derisa thot i rrjedhte xhaki për fytyrës dhe e fshinte xhakun pejgamberin alayhis salatu wassalam, për shkak se nëse bjen ai xhaku në atë vend, Allahu subhanahu wa taala e shkatron atë vend se nuk ka bereqet ku derdh në xhakin e pejgamberit. Edhe para mendoj, megjithatë pejgamberi alayhis salatu wassalam e lut Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall t'i jep rrugdalje. Por se askush nuk i përgjigjet prej atyre. Thot në moment, thot vjen Xhibrili dhe i sjell me veti melekët e kodrave. I thot, o Muhammed, këta melekët i ka dërguar Allahu, janë shërbimin tënd. Nëse ti urdhëron, këta Taifin ta shkatrojnë, ta bëjnë domethënë pluhur mes veti. Melekët e kodrave. Çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej mëshirës, prej dashurisë që e ka pas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ti nuk i më dërguar për pas mëshirë për ta botat. Çka i thot? Ban dua, thot la'alla Allahu yukhriju min aslabi unasun ya'budun Allah wa la yushrikuna bi shay'a. Than shpresoj se ndoshta nga kurrizi këtive pasardhët e këtive do të bëhen musliman, do të adhurojnë Allahun dhe nuk do të bëjnë shirk Allahut. E sot Taifi këtë musliman janë. Që ka bë duan pejgamberi sa nga mëshira e tij, thot nuk e gostisin askush, por se ndalet tek një bavçe i cila ishte një person nga Irak, një shërbetor, i cili kishte emrin Adas. Kur e shef pejgamberi sa çto të lot, raskapitur, domethënë përgjakosur, merr diçka nga ushqimi dhe i sjell domethënë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në momenti thot si ke emrin, thot e kam emrin Abdas. Thot prej ka je, thot ti, thot unë jam prej filan vendi. Thot ti qenke nga populli i vllaut tim. Nga populli i vllaut tim Junuzit alayhis salam. Thot e pikaj një të Junuzin askush nuk e njeh. Thot se ne pejgamberin i vllazën dhe ja tregon historinë atina, thot kur e shef se vërtet kjo është pejgamberi i Allahut, se ki fal prej shpallës, nuk i din askush, ja pull durt pejgamberit sa mballën dhe ki vetëm e pranon Islamin. Dhe kthehet pejgamberi alayhis salatu wassalam për në Medinë, natën duke nejt pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka pasën obligative namazin e natës. Ja ju el muzammil të mbuluar, kumi leila illa qalilan, ngritu natën në pjesë natës. Au in kus minhu qalilan, zgjata apo në pjesë natës me falën. Duke fal pejgamberi alayhis salatu wassalam namazin, vin një grup i xhinve, subhanallah. Një grup i xhinve dhe ndëgjojnë recitimin e pejgamberit alayhis salam Kur'anin shpalljes. Dhe prej atyre një grup e pranojnë Islamin.
Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn", kur ne ta dërguam ti një grup xhinve. "Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an", ata ndëgjojnë Kur'anin. "Falamma hadaruhu qalu ansitu", kur prezantuan ata thanë dëgjojni. "Falamma qudiya wallau ila qawmihim munzirin", kur u krit pastaj shkon tek populli vet, më njëherë mi thirr ata në Islam. Dhe I tha: "Ja qawmena, o popullon, ajibu da ila Allah", përgjigjen e thirrjes të Allahut. "Wa aminu bi", dhe besoni. "Wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum", do t'ja fal juve gjunat që e keni bërë më herët. "Yaghfir lakum min dhunubikum wa yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adhabin alim", do t'ju shpëton juve nga dënimi I dëmshëm. "Wa yajirkum min adhabin alim". Faman la yujib da ila Allah, edhe ai I cili nuk I përgjigj thirrjes të Allahit, fa laysa lahu mu'jizun fil ard, dhe nuk ka ai ma ndonjë ndihmues në tokë. "Wa laysa lahu min dunihi awliya", dhe nuk ka tjetër, domethënë ndihmëtar përpos Allahut subhanahu wa taala. Dhe pasi që e pranon ki grupi I xhinve, marrin një kontratë me pejgamberin alayhis salatu wassalam që mos t'ju bëjnë dëm muslimanëve, ka thonë çka do të jetë ushqimi jon, ka thonë ushqimi juaj do të jetë eshtrat dhe baglat e devëve. Do të jenë domthon ushqimi juve. Pastaj ndahen. Pejgamberi alayhis salatu wassalam duke mrin në Mekë, I ndodh domethënë një sen pejgamberit alayhis salam që quhet viti I dëshpërimit. Çfarë është viti I dëshpërimit, apo viti I mërzisë, apo viti I pikëllimit, kur di personat që e kanë ndihmuar, dy shtyllat që e kanë ndihmuar pejgamberin alayhis salatu wassalam, është një Abu Talibi ndron jetë, mërzitet shumë dhe ndodh brenda 3 ditëve ndron jetë edhe Khatija radhiyallahu anha. Dhe I hub ata të cilët I ka pas krah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që I kanë ndihmuar tër kohën që kanë qenë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj çka ndodh mes saj kur mërzitet shumë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndodh një sen që Allahu subhanahu wa taala për t'ja qetësuar zemrën pejgamberit alayhis salatu wassalam e thirr misafir, që ndodh Esraja dhe Miraxhi. Ku mirët Xhibril alayhis salam dhe I pejgamberi sa 7 kat qiell ku takohet me Allahun subhanahu wa taala, ku në çdo qiell ka domethënë pejgamber, ku në qiellin e parë Zoti Ademin alayhis salam thotë ishte njëri I madh, ishte I mbështetur për Qabe. Kjo tregon se në qiellin e parë është një Qabe, është Beitul Mamur, Qabja e melekëve, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nga 70.000, bëjnë tavaf, dalin 70.000 dhe 70.000 deri në ditën e Kiametit, nga 70.000 para mendo, edhe ai që hin nuk përsëritet përsëri. Domethënë hin 70.000, hin 3, 70.000 deri ditën e Kiametit nga numri I madh I melekëve. Edhe ai është Beitul Mamur, Qabja e melekëve, ku është mbështetur thot Ademi alayhis salam, është mbështetur njëri I madh, thot e cili thot kur kthente kokën nga ana e majt qante, kur e kthente kokën nga ana e djathtë qeshte, thash kush është ky njeriu I madh? Tha kjo është Ademi alayhis salam, kur shikon anën e majt I shef djemtë e tij në xhehenem, thot mërzitet dhe qan, kur e kthen në anën e djathtë e shef domethënë çka? I shef djemtë e tij në xhenet dhe gëzohet për ato të cilët domethënë kanë qenë muslimanë dhe janë thirr, janë përgjigj ftesës pejgamberëve dhe adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wasalam, ja Allah azza wa jall I jap një dhuratë madhe e cila krejt shariati, krejt dispozitat fetare, çdo send kanë ardhur nëpërmes Xhibrilit, vetëm një send që është më e rëndësishme, që është kulmi, që është çdo sendi lidhja më e madhe e cila është mes robit dhe Allahut, është namazi. Dhe për këtë tregojnë se Allahu subhanahu ja jep dhuratë namazin 5 kohë, vlera sa 50 kohë, dhe çka ke Xhibrili ka me hax, me Ramazan, me çdo send çka ka pas dispozitat në tokë, Allahu subhanahu wa taala direkt me treguese kur e keni amanet ti më ia thon për shembull filonit, I thotë I ki 50 euro, 100 euro, shka jepja pa problem. Ama nëse I ki 2 milion euro ose 5 milion euro, I thu ej filan, çfarë veç aty I kam ja 5 milion do të më ia dhon. O Allah ka ta shkoj jap vet, unë e kupton. Domethënë për me tregu vlerën e madhe që ka pas namazi, Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë bakshish domethënë pejgamberit alayhis salatu wassalam kur ka qenë domethënë në Isra. Pastaj kthimi pejgamberit alayhis salatu wassalam ja kanë blloku, s'ka musliman, nuk e lojnë me hi pejgamberin alayhis salam edhe në Qabe. Edhe pejgamberi alayhis salam e takon çket mushrikun I cili e ka pasur Mutim ibn Adi. Çket kur e takon çket mushrikun I thot, a më ndihmon mu, a merr në strehimin tant. Çka tregon se dënjer nëse ka nevojë muslimani, mundet me ndihmu, siç I ka ndihmu pejgamberit alayhis salatu wassalam në suaza, domethënë të vështira, që ai e lejon që pejgamberi I thot mushrikëve, thot mos gaboni ta prekni se Muhamedi sa është në mbrojtjen teme. Domethënë ku marr mbrojtjen teme. Dhe I lejohet pejgamberit sa me bot tavaf, por mos më ofru askush. Thot pejgamberi alayhis salatu wasallam duke qenë vetëm me disa sahabe shumë pak, çka ndodh? Ndodh që takohet me një person I cili e ka emrin Tufail ad-Dawsi. Çka Tufail ad-Dawsi ka qenë domethënë
kryetarin I fisit të madh. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takon kët dosin. Por çka thonë mushrikët e Mekës kur e shohin kët dosin, domethënë që vjen kët tufelin, thonë mos gabo të afrosh, është një njeri sejrbas, është një njeri, domethënë magjistar, është një njeri I cili I ndon familjet, është shumë I rrezikshëm, mos gabo mu taku me ata. Pse? Frigon se ky është domethënë njeri shumë I ngritur. Dhe nëse pranon ki Islamin bëhet problem. E duke ja shoh pejgamberin sa duke e frigu ose është ose sejrbas, se I ndiqon disa fjalë çka I thuaj, ai ta merr mendjen më herë. Shkove, u bën e matmo. Thot atë shumë ki njeri I mençëm, njeri I ditur, poet, me këtë mirat, prej frikës sot I merr pambukat I shtin vesh. Që thot kur të mëron mos ta ngoj kur të shkojnë atona. Kur e shef pejgamberi alayhis salatu wasallam e njeh sipas pamjes veshjes se është njëri domethënë I ngritur, domethënë prej fisit të lartë diçka, është një kryetar I fisit. Edhe I ndal pejgamberi alayhis salatu wasallam dhe I thot kush je ti? Thot un jam thot Tufeli. Thot pidosi thot po. Thot çka I ki këta pambukat në vesh? I vjen marr, I hek pambukat pe veshi. E I thot pejgamberi sa nuk do ti tregon se unë nuk jam kështu tarsjetohet. Ja. Thot, a ka mundësi të lexoj thot disa fjalë të Kuranit, shpallët, që më shpallë prej mua? I thot, ki mirë, thot, unë jam njeri I cili e di çka është poezia. Unë e di se çka është magjia. Unë I di domethënë këta kret. Ndonjë të ngjoj, e ndëgjon Kur'anin, ja zbut Allahu zemrën dhe pranon Islamin. E pranon aty për atë Islamin. Dhe thot, ja Rasulullah, thot, çish banëm diçka ndaj dua për mua që kthehen atë populli jam, që thiri më njerë në Islam. Kthehet, thot 80 familje, 80 shtëpia e pranon Islamin me të shkume, domethënë këtij Tufelit Dosi. Domethënë çka I ndodh një lehtësim I pejgamberit alayhis salam ku fillojnë jo në Mekë, po jashtë Mekës me pranon Islamin. Dhe kjo tregon se me një vend ku të bësh davet, ndoshta në mahallën tonë, ndoshta në shtëpinë tonë, është më rand, por ndoshta pak më njerëzit që janë pak më larg, fillojnë me të përgjigj ftesës dhe kjo është një përgëzim për ti se nga ndal Allahu azza wa jall don që me të shpërbli edhe sabrin tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim nuk janë përgjigj shumë, pastaj kanë filluar me u përgjigjen. Pastaj ndërkohë vjen një grup I ansarëve e pranojnë Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kthehen. Pastaj vjen prapë edhe një grup tjetër dhe fillon edhe në Medinë daveti, domethënë kadal fillon tek muslimanët. Pastaj arrit domethënë pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka më rrugë dalje tjetër për shkak se I ngushtohen krejt rrugët Mekë domethënë e refuzojnë nga këtë anët dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka mundësi të mbron muslimanët dhe ju thot muslimanëve tash me bëj hijret për Medinë dhe shpërngulen krejt muslimanët në Medinë. Dhe hijreti është ajo të cilët muslimanët e kanë do thot kalendarin sipas hijrit për shkak se ka ndodhur një ndodhi shumë e madhe ku para mendoje ata të cilët janë për gurbet, në për vende ka punu 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, edhe ti thote, nëse don ti me shku me muslimant, leni letrat, prishi dokumentat, ketë parë që e kim bank, banes, ker, ketë leni, edhe shko te muslimant. Shumë rande kime bo. Sahabat kret pasurien, shtëpiat e veta, ketë I kanë lënë, veç me shku me bo hijret për hir të Allah subhanahu wa taala. Për ata ka thënë pejgamberi sa, el hijratu yajubu ma qabla hijreti, I fshin ke gjunat që ka pas njëri përpara. Për shkak domethënë hijretit. Pasi që bëjnë këtë hijret, pejgamberi alayhis salatu wasalam dita ditës pret dhe një prej tyre që e zgjedh që mbet Aliu radiallahu anhu, mbet do të thotë Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe mbesin disa musliman ku mushrikët e uzurpojnë dhe nuk I lojnë domethënë me bëu hijret për Medinë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam vazhdimisht merr leje Ebu Bekrit që të bën hijret, pejgamberi alayhis salatu wasalam I thotë s'ka me bëu hijret. Derisa I vjen koha që ban me hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gëzohet shumë, atë ditë mbledhen për me mbyt pejgamberin alayhi salatu wasallam në shtratin e tij, ku gjendet vetëm se Aliu radhiyallahu anhu dhe kjo e sakrifikon vetin vend pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe ata kur e shohin se është Aliu radhiyallahu anhu nuk mbytet. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam vazhdon emigrimin me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, ku ndalen tek shpella Thawr. Shpella Thawr është një shpellë ku pejgamberi alayhis salatu wasalam mos trehu disa ditë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu tregohet sakrifica e madhe se devët I pagun, e pagun një person që do t'ja kalon udhën, e sakrifikon familjen e vet, Esmia, çika e pejgamberit alayhis salatu wasalam, është që ju çon ushqim. Djali vet Abdurrahmani, I cili është vllai Aishës radhiyallahu anha, është ai I cili I sjell lajmet e mushrikëve të Mekës çka po përgatisin. Edhe bariu që ka qenë bariu Ebu Bekrit radhiyallahu anhu e fshin tragjët
që mos të shohin se ku ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ndodh dhe kur arrit tek shpella e bën një sakrificë të madh dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu ku i thotë ja Rasulullah prit. Thot hin shpellë dhe preteshës ti kput copa dhe i zën këtë vrimat që kanë kanë brenda. Pastaj thot hin ja Rasulullah, tash është pastër. Kur hin ulet, pasi që ulet pejgamberi sa mi lodhur, bën që fytyrën e tij e vendon në kofshën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, që të pushon. Në moment e Abu Bekri radhiyallahu anhu e shef një vrimë në vend nuk është e zant. E çka bën? Me këmbën e tij, me gishtin e tij e zën vrimën. Fif po frika mos po delte një akrep, mos po delte një gjarpër, mos ta kaç pejgamberi sa duke qenë në xhum. Në moment subhanallahu sprovon Allahu që i vjen një akrep dhe e kaç Abu Bekrin radhiyallahu anhu, derisa thon historian duke ka kaç një herë, po dy herë, po 13 herë ka kaç. Po ndaj respektit të madh, ndaj dashurisë të madhe që ka pas pejgamberi sa nuk ka dashur të aprishë xhumin. Edhe nuk ka bërtit, por prej dhimbtës kanë filluar lotët të pikojnë. Kur i kanë piku, i ka dalë xhumi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë çka po ndodhe Abu Bekr? Thotë ja Rasulullah, më ka kaç akrepi. Nuk ka thonë, më ka kaç akrepi, u bona kështu. Ka kaç akrepi, nuk jo një herë, 13 herë ka kaç akrepi. Megjithatë ka bë sabër. Pastaj del përpara, del mbrapa, anësh më thotë Abu Bekr, çka po bën? Po njëherë po shkon përpara, njëherë po het mbrapa, çka puna me ti? Ja Rasulullah, thotë kur e paramendoj se mushik mund me ardh mbrapa, ndal mbrapa. Kur e paramendoj se ndoshta mushik mund me dal përpara, thotë dal përpara, që mos po nëse ndorët në një shtizë nëse ta unë, jo ti. Domethënë ndaj dashurisë sakrificës, edhe deri sa mrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë Medinë. Kur arrit Medinë pejgamberi alaihi salatu wasallam, parën gjon çka e ban ku ndalen te dietima, e blen shtëpinë i thot devës, ku do ndalet devja, se kjo është ma'mura, është deve e bereqetshme, deve e cila është, domethënë ka inspirim, edhe ulet tek një shtëpi e dietimave ku ndërtohet xhamia e parë në Islam. Cila është xhamia e parë në Islam? Po, Mesjid Kuba. Le mesjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin fi. Xhamia e cila e parë që është ndërtuar në Islam, që themelet i saj i ka devotshmëri. Fihi nasun yuhibbuna yutahharu, ati ka disa njerëz që dën pastron. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allahu i do të pastërt. Ka qenë xhamin e Kubas. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam shkon në Medinë, i vllazëron muhaxhirët edhe ansart, asi vllazërimi që nuk ka njoh historia dhe nuk ka më njoh deri në ditën e gjykimit, ku bëhen për me vllaznin, ku njëri Sa'd ibn Ubade i thot Abdulrahman ibn Aufit, i cili e kalon këtë pasuni dhe ka qenë tregtar shumë i madh, i thot se unë i kam 2 gra, i kam 2 toka, një tokë na me do për gjys, i kam 2 gra. Trego cëllët pëlqen ta bëj talak ta martosh ti. Ta shkruazoj unë ti ta martosh. Para mendoje. Ki ka thonë Allah dhash bereqet në familjen tonë dhe në pasurinë tonë, dulluni ala suk, më trego mu ku është tregu më i afërt. Thot prej zotësijës, thot ka bë tregtim brenda ditës, do thot i ka fitue 2 paret ekrit tarit. Thot brenda një javë e shef pejgamberi sa me teshat mira, i ndrequr, i krehur, i parfymosot, o Abdulrahman jam tu pa, si paske ndreq, paske parfymosot, ja Rasulullah jam feju. Thot pa ki bo mehrë, thot po e kum bo edhe mehrën edhe për darsën për ketë kam. Për 3-4 ditë. Allah janë stacionu njerëzit. Thot Abdulrahman ibn Aufi, çaq Allah i ka dhënë pasuri, saqë kur ka ndru jetë, domethënë ja u kalonën çdo Bedrit, domethënë luftarët e Bedrit që janë kanë 170, parafërsisht, domethënë janë kanë që ndoshta 100 vet apo më pak se 100 kanë mbet, këtë ju ka dhënë ka 170, domethënë ari, modhërat arit ja u kalon ative bakshish. Edhe thot kur ka ndru jeti ka pas 4 milion dinar të arit, çka i kalonën. Vet a thot çka ka dhon pasurisa që thuhet 700 deve me gjithë pasurinë e vet kur ka ardhur në Shamit që ka bë, domethënë tregtien, thot kur ka ardhur me 700 deve me pasuri, me ushqim, me haje, thot kur ka ardhur, thot o mon pluni i madh, ai Shradana ka thon çka është ky pluni i madh që po bëhet, thot vin karavani i Abdulrahman ibn Aufit, thot e kum dëgju pejgamberin alayhis salatu wasalam duke thon për Abdulrahman ibn Aufin, Abdulrahman ibn Aufi do të hijë në xhenet gjuajzi, duke me gjujzu. E shpresoj që Allahu do t'ja zgjidh komt. E çka kur e ndin këtë shkon ja tregon Aisha radhiyallahu anha njërit prej ative prezant që i tregon, ja tregon Abdulrahman ibn Aufit. I mbun syt me lot edhe jep këtë për hir të Allahut, thon ndoshta lut Allahun që çket vepër që Allah subhanahu wa taala lidhon kom që të hinë, domethënë në kom jo gjuajzi. Domethënë 700 deve me këtë pasurinë që e ka pas. Pse i ka thon pejgamberi sa kështu, sa i shumë pasuri, që mos të mashtron pasuria. Edhe thot në fund sa shumë ka dhënë musliman, në fund thot 4 milion dinar të arit i kalon për familjen e vet. Abdulrahman ibn Aufit që e ka dhënë këtë pasurinë, thot vallahi me pasur dhe një gur, thot kisha gjet ari.
Çat çim I ka hec domethën bereqeti. Po shpesh herë s'kum dashën domethën me shku me lip, po dunjoj unë hiksha dunjën vike për mas. Domethën qert kanë bërë tregtivi që ka thonë ti shko bën ajo shko, veç I kanë ardhur parë domethën ti hazër që vetëm I ka shpërndar masanin. Pastaj luftrat. Domethën luftrat, çka ndodh luftra e Bedrit, shkak është më ndodh lufta e Bedrit. Çka është shkaktar më ndodh lufta e Bedrit? Çka është shkaku I luftës Bedrit? Po. Do të thot po ajo është uzurpimi, por çka është sebepi? Po, do të thonë pasurinë që e kanë uzurpuar në Medinë, Mekë kur kanë qenë para se me bëjë emigrim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ta kthena në pasurinë tonë. Hakun do të thonë që ajo kanë marrën, bile një pjesë të hakut që e kanë marrë Mekasit. Ebu Sufjani ka pas, do të thonë ata karavanët që kanë ardhur prej Shamit për këtë Mekasit. Kështu që kanë dalë ata, kështu vetëm se ta uzurpojnë, ti marrin disa dhe të kthehen, por Ebu Sufjanit I arrit lajmi dhe përgatit një ushtri. Deri me 1000 veta, del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam luftën e Bedrit me 114 veta. Me 114 veta, don Allahu subhanahu wa taala që të fiton lufta e muslimanëve të korin sukses dhe quhet Yawmul Furqan, Yawmul Taqal Jam'an. Thot dita e ndarjes, hakut dhe batilit. Lufta e Bedrit është quhet lufta e madhe. Lufta, do të thonë që është kon lufta e parë në Islam, është mbahet mend që ka ndodhur në Ramazan dhe është një ditë shumë e madhe ku në korin sukses muslimanët fitojnë 70 petive I mbitin prej Paris Mekë të mëdhej, 70 I prangos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fitojnë luftën në luftën e Bedrit. Dhe kjo është ngadhnim për do të thotë Bedrasit. Tu ka shumë, do të thonë që vinë melekte, vinë një grup I madh melekëve, Xhibril alayhis salam vjen me ushtrinë e vet, që mos zgjarohemi shumë se ka shumë temë, se kjo do të folet me orë, me ditë, nuk ka mundësi me përthaku të gjithë ligjëratën, por disa përfitime, do të thonë çka përfitojmë nga kjo, thonë sahabët kur dëshmin me luftën e Bedrit, ne ngriçmi shpatën vetëm me shishmi se koka kishte ra përpara. Edhe thot e pam se ata që ka luftojnë, ka dukush që lufton me neve, pejgamberi sa më tregoi se Xhibril alayhis salam është komandanti në qiell me melekët, unë jam komandanti në tokë me sahabët dhe bashkë domethënë kanë luftuar. Allahu subhanahu wa taala domethënë e tregon se ka zbritën 1000 min al-malaikati murdifin, domethënë 1000 melek të rreshtuar. Domethënë I kanë ndihmu muslimanë dhe e kanë fituar luftën e Bedrit dhe tregon kjo se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë është lutur, shumë ka bëu dua që Allahu ta përforcon luftën e Bedrit, ka qenë një prej strategjisë që I ka thonë njëri që shkomi mas pusave, I kanë uzurpu pusat, domethënë kanë dalë para pusave, ata kanë mbet pa ujë, domethënë janë ndopsue, edhe kjo tregon se pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka marrë mendimin e një strategjit që edhe pse ka qenë pejgamber, se ka qenë njëri më I zgjedhur megjithatë, ka ardhur luft komandant, ka thonë çka mendojni dalmi, ka thonë ja Rasulullah, këta ekip prej shpalljes apo ekip prej strategjisë? Jo, ka thonë prej strategjisë, ka thonë mendoj se prej strategjisë luftës është dalmi para pusave, se nxehtësia e madhe ato kanë ardhur prej Mekë 500 kilometra, kanë mu lodh edhe në fund kanë me pas nevojë për ujë, ata s'kanë me pas dhe kanë mu dobësu ushtria dhe kështu dobësohet dhe fitojnë musliman don Allahu subhanahu wa taala, që s'pari herë domethënë fitojnë muslimanët. Pastaj pasi që ndodh domethënë lufta e Bedrit, ndodh lufta e Uhudit. Lufta e Uhudit ndodh se doin t'ia kthejnë domethënë hakun mushrikt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Uhudit ka qenë disa prej sahabeve 3. Do gjem 3 që s'kan kanë marrë pjesë luftën e Bedrit. A janë kon djegt. Allahu subhanahu wa taala ja u ka fal ke gjunahet ato që kanë luftuar Bedr. Për ato që kanë luftuar Bedr ka qenë prej sahabeve I dallum. Ka thonën ja ahlul Bedri ifalu ma shitum kad ghafartu lakum, o ju luftarët e Bedrit, luftoni, bëni çka të bëni se va kun fal ke gjunahet. Edhe jon spari herë domethënë Bedrit kanë qenë ato domethënë dallum prej këtë muslimanëve. E muslimanët e ri kanë thonë mos i kemi marr pjesë në Bedr, keni me pasë që kena me bënë Uhud. Ka nis pak t'ju hije vetin huj se ne çka kena me bë. Plus asaj na pejgamberi alayhis salatu wasallam ju ka thonë një mendim, trina në Medinë, se Medina është e vogël. Medina I ka sokakët e ngushta, I ka shtëpijet e vogla. Mushi kur të vinë shumë nuk kanë mundësi sikur që është vendi I xhan me ardh një ushtri e madhe kur janë vendet e ngushta. Normal kanë me hin ka 2-3 veta, më shumë se 2 veta s'ka mujt me hin, domethënë atë rrugë. Edhe ne ju gjina gur prej lart edhe I shtimi domethënë ata në vendet që mundna me fitu domethënë luftën për strategjisë. Ata thonë ja Rasulullah, po e shoh me vetin se jemi tucëm I pritu, kena me dalë agje. Edhe sahabët që kanë qenë më të vjetër, më të pjek kanë thonë ja Rasulullah, çështja jote, vendimi jot është vendimi jon. Dhe pejgamberi sa më shkon la dhe e vesh gjiksorën.
Kur del, ata ju thënë këta të vjetrit, ju thënë trive, çeni tu bove. Pejgamberi sa po thotë kështu, çish po thënë ju mendim kështu. Pejgamberi alayhis salatu wasalam kur del ju thot se e kum ato ja Rasulullah kanë thonë, po e lomin atë mendimin të thotë ja, nuk i ka hieni pejgamberit. Kur të lahet, ta vesh gjeksorën, edhe të bëhet me luftu dhe të kthem prap. Edhe kjo tregohet se Allahu subhanahu wa taala thot fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kur ti të mbështetësh, kur ti ja ki mësyni senit, atë mbështetën në Allah dhe shko, mos u bën, valla, të luftojnë as luftojnë. Ka më shku ka marr, mos u bani dyshim se e hub, s'kan kor sukses. Atë shkoj a mos shkoj, ata bëj a mos ta bëj. Mos u ban kur i dyshim, vendos, mendon mirë, kur të vendosis ose shko ose mos shkoj. Ka nuk i ka hije pejgamberit. Kur të vendos me shku që të kthehet prap. A kupton? E çka ndodh? Ndodh që pejgamberi alayhis salatu wasalam del me ata kret në Uhud. Këtu është kiksi i parë çka të rritë e bëjnë. Por ndodh një sen interesant mes disa trive që kanë qenë shumë të vogël, ka 15 vjet më pak, kanë dashur me marr pjesë ato në Uhud. I kanë thonë pejgamberit alayhis salam ka shkuar në gishta të umat kështu që të bën pak më të mëdha, thonë edhe unë. I ka thonë pejgamberi sa jo, ja 2 veta njëri pjative ka qenë shigjetar, shumë shigjetar i mirë. I ka thonë Abdurrahman ibn Auf do të marr pjesë, unë ka thonë jam shigjetar. Tregoi pejgamberit alayhis salam. I ka thonë pejgamberi sa provoje, kur e ka provu, e ka shigjetën, domethënë këtë në vend. Pejgamberi sa më ka marrën. Kjo tregon se kur ka njëri shkallësi, strategji për një punë, është për shembull në punë kompjuterave, apo në punë të luftës, apo çdo kohë më i dhon përparësi dhe pse është më i ri ai. Pse se këtu është puna e zanatit, domethënë e ka zanat, për shkak se ka qenë precis pejgamberi asram i ka dhënë përparësi. Po mirë, ndelni një vogël se ki ka pas emrin Muath. Vel një tjetër Muawi dhe ka pas emrin, thotë ja Rasulullah, thotë kjo është shigjetari i fortë, a mund e ket erzoj pe levan. E mundin mundje. Edhe i çet pejgamberi sa erzron ke ket. Ata thotë hajde një të dytë. Çto fëmijë të vogli, thotë kur dalin në Uhud, thotë e shohin domethënë del përpara një person i madh, krinë e madhe për Ebu Xhehlin. Ebu Xhehli, domethënë ka qenë shumë zullumçar i madh dhe ka qenë domethënë në tiran i madh. E i thot Abdurrahman ibn Auf këta ditë vogël i thënë kina ndëgju ku është Ebu Xhehli. Ati thonë çka keni ju me Ebu Xhehlin? Ebu Xhehli i madh. Kupton? Thot kina ndëgju se ka shoh pejgamberin alayhis salam. Edhe çka keni me bën, po si ta zona kina me mit. Edhe thot i ka zonë kush thotë çka i madhi, ç'është i vesht, domethënë u ka një pender e ka pas, domethënë u ka dollu pikë të qerve, krijen e madhe, njëri i madh ka thonë çaj është. Thot i shlon si shigjeta, njërin gjatë, njërin majt. Ki shpatën, klina ki shpatën aton e mitin, Ebu Xhehlin. Edhe vi thot unë e kum mit, ki thot unë e kum mit. Thot pejgamberi sa tutë e keni mit. Edhe çka ndodh kur zdrohet prej kalit, domethënë shumë i madh ka qenë Ebu Xhehli. Abdullah ibn Mesudi kur e sheh se Abu Mesudi ka qenë i imt, ka qenë i holl, i dopt. Se në Mekë kur ka qenë pejgamberi sa ka thonë kush prej juve shkon në Mekë me lexu suratul Rahman. Në Kabe. Këtë janë frikë se mushrik shumë atë Islami i vogël. Dal Abdullah ibn Mesudi, apo kur i thot i vogël. Thot kur ka hip ndrot pemëve, se ka qenë specialist për mjandresh misfakat pejgamberit alayhis salam, thot kur ka hip ndro, thot prej erës janë dridh, domethënë kom bashkë me dryt. Edhe ka nis me qesh. I ka thon pejgamberi alayhis salam, atë të hakune min diqaihi saq. Ka thon apo çeshni me kom të holla, wallahi la saqi athqalu min jabal Uhud. Kom të këtij janë më të forta se sa kodra e Uhudit. Më thon kodrat, po, pse ka lezu një Rahman, i ka thonë kush e lexon për s'diti, ka thon unë prap. Shkon e lexon Ebu Xhehli apo veshin. Edhe pejgamberi sa kur vjen tu çesh, thotë ja Rasulullah, shpërgjakosi po çesh, ka thon veshi për vesh krija bakshish kam i ardh. Ana kur zrote Ebu Xhehli, ngan, domethën kush? Abdullah ibn Mesudi. Thot kur i ka kthie Ebu Xehlit, domethën në gjoks, thot sikur një zog i vogël. Domethën krahasim Ebu Xehli sa i madh. Ebu Xehli megjithatë se e shef më që është tu vdek, megjithatë ata krije lartësinë e madhe që kanë pas mushrikt, e nxjerr thikën me aprej kokën. Domethënë Abdullah ibn Mesudi thot, o ti thot bari i dhenve. Atë thot ti, domethënë kur kush i ki hir në gjoksin tëm, thot më ki zonën thot me një vend shumë ngushtë. Veç këshire thot, nëse ma hek krijen thot, hek ma pak ma thellë në çaf, mos ma prej ma nal. Ka thon çka ka lidhje. Para tu i dal shpirti, ka thon s'kam që kur të ma presh kin kur ta shohin se krija e vogël, duhet të ndale krija e madhe. Do të thon prej ma pak ma thellë, që kur ta shohin krijen thot kjo krija e Ebu Xhehlit, kjo krija e Ebu Xhehlit dole një kaçorra, kupton? Para në momentin duke vdek Arifja, kupton? E thot e merr thot smund me majt e merr me peja krefit dhe atë çon pejgamberit sa. Me pejgamberin sa buzqesh thot thot veshi për vesh krija bakshish.
Domethënë se çka do të vjerë koha bën sabër, se do të vjerë koha do të mbit. Pejgamberi sa këtë luftën e Uhudit, domethënë ndodh ku e hupin muslimanët, njëse muslimanët ju thot pejgamberi sa një grup rrini te Jebel Rumat, që është karshi domethënë kodrës Uhudit. Abdullah ibn Jubair i thot ti rre, ti këtë bën komandant. Thot mos gaboni me zri poshtë, a e fitum luftën, a e hupum luftën, a na bënën copa, nëse edhe na bëjnë copa, masakër. Edhe nëse vinë shpes, na marrin eshtrat, me na hangër, ju mos zripni poshtë, derisa unë nuk e çoni person me thon zripni. Derisa të vini urdhrim, domethënë urdhri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ato kur e shohin se po i fitojnë, se s'pari herë muslimanët u fitu, shkojnë përpara, tu mit, e shohin plot, kanë lënë shpatët, kanë lënë pasurisë, ato kanë marrë edhe gratë edhe ket, se mendja se mushrik kur ti marr na gratë, nëse don me hik dikush, ai thot gruin e kam be kadal, e kam pasurinë këtu, i kam altonin, që sa ato e kanë të lidh imanin me pasurinë, dhe kësaj dynjaje. E i kanë marr kret, kanë thonë që nëse dikush nuk ka trim, se be këtive ka me met, s'ka mu kthie. E kur e shohin ata zorin i lajn ket. E këto kur i shohin thotë pasuria e madhe dhe zripmi, u fitu lufta. Ki thot Abdullah ibn Jubair, jo thot s'ka, pejgamberi sa më ka thonë mos me zrip. Jo thot i fitum luftat. Edhe kur zripin te poshtë, Khalid ibn Walidi ka anë tjetër me një ushtrim me kual, domethënë i shtin domethënë makas. Edhe domethënë i bën masakra dhe fillojnë 1/3 e ushtrisë mbytet, 1/3 e ushtrisë domethënë plagosët. Në çat luftë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja thën 4 dhamë të para, domethënë ja thën pejgamberit alaihi salatu wasallam i shpohet fytyra dhe i hin një hekur e cila ka qenë ajo kapela e pejgamberit kur i mshon domethënë me shpatë edhe i hin domethënë në fytyrën e pejgamberit alayhis salam. Tregon do të thotë se pejgamberi sa është plagos edhe i ka arrit domethënë ka 60-ta, domethënë shumë në rrezik. Pastaj dalin disa sahabi i ndihmojnë, edhe del Talha. Thot pejgamberi sa më hec përpara, duke i mbrojt shtizat, duke i mbrojt domethënë shpatat, derisa i përgjakoset domethënë çka i mbushet shpina, thuhet kur ka hipë dhe në fund ja ka lënë supin që të hipë pejgamberi sa më kodër, thot e pa thot shpinën e tij ishte bosi i riç. Domethënë prej shigjetave. Thot edhe atë ditë thot Ebu Bekri qan, thot wallahi thot dita e Uhudit ka qenë dita e Talhas. Talha ka qenë sa 1000 ushtar kret, ai e ka bu luftën. Me thon kur të vetim u çka u bën luftën e Uhudit, tham lufta e Uhudit është lufta e Talhas. Sikur me pas luftu, domethënë Talha në atë sakrificën e madhe që e ka dhënë domethënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E thot njëri prej sahabeve thot nuk e kum ditën thot se deri në atë moment se sahabët e pejgamberit alaihi wasallam e dojnë dynjën. Deri në atë moment kur zbriti ajeti minkum men yuridu dunya wa minkum men yuridu al-akhirah, Allah thot disa prej juve dëshin dynjën, disa dëshin ahiretin. Domethënë kanë nis me as plaçkave të luftës. Dhe kjo tregon se një herë si se kanë dëgjuar në pejgamberin alayhis salam, ato kanë pas disfat, domethënë humbje. E kjo tregon se Allahu ka dashur t'ju thotë mësim se ju nuk fitojni me numër, nuk fitojni me trimëri, nuk fitojni me sa, po ju fitojni me iman, edhe fitojni duke u bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë nëse jeni në urdhën e pejgamberit, Allahu ka më ju dhënë juve, domethënë bereqet edhe mirësi. Pasi se qosët lufta e Uhudit, do të thot lufta bote e Hendekut. Mushrikët e Mekës thotë se e fitum në Uhud, janë paksu, janë dobësu muslimant, që këtë herë të avëna një luftë madhe, t'japë në më fund islamit. Edhe mbledhen, do më thonë, musliman, mbledhen mushrikët, 10.000 mushrik. Me gjithë disa jahud të cilët e thejnë kontratën se jahudit, që kjo është edhe njëna për jahudive, se jahudit kër e shohin vetin se janë dopt, bëjnë më një herë marrëveshje. Kur e shohin që janë të fortë, e thënë më njërë marrëveshjen. E thënë marrëveshjen, ka thonë që i bashkohen edhe ne, edhe shkoj e puna. E kur vinë këta, ndodh një sahabi i nderuar i cili është Selman el-Farisiu, ku kanë luftu, domethënë në Persinë e atërshëm, ka qenë luftat mëdha dhe kanë pas tragjedit ndryshme. I thot pejgamberit alayhis salatu wasallam, ja Rasulullah, sikur ta kishmi bën një hendek. Domethënë pres di kodrave, dhe në anën tjetër ka shumë druj dhe palma të hurme, janë të ngjeshura një me tjetër, nuk ka mundësi ushtria të hije. Dhe çka ndodh kur vinë mushrikët, pejgamberi alayhis salatu wasallam, edhe pse pejgamber, edhe pse është lider, ja merr fjalën kujna Selman el-Farisiut. Edhe domethënë normal bëhet hendeku, edhe domethënë ata tentojnë disa herë me hi, nuk mujnë me hi, domethënë disa kuaj se e kanë ngri domethënë shumë xhan, edhe thellë, ju ka shku domethënë një kohë gjatë duke e bën, duke përgatit, nuk kanë mujt me te kalu me kalin atona. Domethënë e kanë mbet. Atëherë domethënë me çeket kthehen ata mushrikët, njëri domethënë prej sahabeve Hudhayf ibn Yaman e bën një sakrificë të madhe, mesin e sahabeve, domethënë në atë sakrificën e madhe, në atë torturën e madhe pejgamberi sa kush do shkoje midis ushtarëve, 10.000 ushtarë të mushrikëve. Tije dhe ti marrë lajmet e Abu Sufjanit çka e ka ndërmend me ndodhë dhe të veret kallzoje. Para në atë ftoft, në atë frikë të madhe, si më thonë është mbledh një ushtrim në një shtet i madh, e kupton? Do me të sulmu për shembull,
Edhe çka ti për shembull më shku mi marr lajmet me hin mesin ative. Thot kur hin thot nata tër thot shkova natën thot ku urzojsha ku çojsha ku urzojsha u bona këtë gjatë derisa mrin ata. Kur ka hi mren ata. Kur ka hi mren ata Ebu Sufjani ka hetu se është dhe një person i cili është vëzhgues dhe i merr lajmet. Më thonë, i meqëm Ebu Sufjanin, thot e kum pas Ebu Sufjanin, thot kështu për para. Ku mujt me mitën, pejgamberi sa më ka thonë, shko merr lajm, mos gabon, nëse e shef Ebu Sufjanin, duke e mitën, mos e mit. Do më thonë, çka i ka thonë, mos gabon me mit. O jo me mit Ebu Sufjanin, mos e mit. Se mbas një kohë Ebu Sufjani e pranon Islam. E çka bën? Thot Ebu Sufjani, këshire, atër s'ka pasën kamera, s'ka pas kushon ki me letër njoftimet, tada kushi, s'ka pas në të vakt. Ka thonë, çfarë do i ka thonë, kush e një shokun e vet, çeki ti emrin Amir, tamam. Shuj, ti çe jemi nes, shuj. Ti atë kit kështu, do të thonë mua një, ai që se di emrin si Adina, do të thonë që s'ka në mesin tonë, se dina kush është. Sahabiu çka ka vëë, s'para ka thonë çeki emrin Enes, shuj, tamam. Ti Amir, shuj. Tamam, u sos puna, vazhdoni. A ki vetën se ka kallëzuar? Ata do të thonë kush je ti filoni? Tamam, vazhdo. Ti kush je filoni? Vazhdo. Edhe kanë vazhdu këtë kanë treguar dhe këtë se kanë marrë vesh kush. Edhe është largu. Ndal është largu edhe ka ardhur te pejgamberi sa më dhe ka pru lajmë se i ka marrë era e madhe dhe Ebu Sufjani domethënë atu prit me u kthi domethënë prap, edhe kthehen domethënë dështon kjo lufta, nuk mund me fitu mushrik, edhe vazhdon pastaj do të thotë lufta tjetër me radhë e cila është pra çlirimi marrëveshja e Hudejbiyes. Marrëveshja e Hudejbiyes çka bëhet pejgamberi sa më si e shef mos e mushrik më i ngren durt mos doin më me bë domethënë më luftë, nisët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bëni umre. Por mushrik të Mekës nuk e lojnë domethënë me bë umre. Çka ndodh? Pejgamberi alayhis salatu wassalam e vendosën që do thot ta bën një marrëveshje. Ato i thonë, jo, s'ka me bosi, e bëjnë atë marrëveshjen që 10 vjeçare që s'ka me mbyt as me të mbyt. Një prej marrëveshjeve ka qenë që çdo musliman që vjen, domethënë në atë kuptimin del pi feje, mund të marrë në Mekë, por çdo mekeli që pranon Islamin ti mos ta pranosh me hin Medinë. Domethënë këtë këta do të ketë kundra, domethënë jo këtë në favorin e mushrikëve, pejgamberi sa këtë i pranon. Thot Omer, pse ja Rasulullah kështu? Pse me lishu? Thot o jo Omer, thot lene. Për shkak se ai i cili e pranon Islamin, ata merr mendja ka mu kthi prap në kufër. Domethënë ai që e pranon Islamin s'ka shanse më shku te mushrikët. Edhe ai i cili del pi fej munafik nuk duhet, në atë kuptim mos e ki gajle, po mushrik, po më mirë ata që e kanë bëu këta se ata mushrik, të cilët e kanë pranuar Islamin, nuk kanë ardhur në Medinë, ata kanë bëu davet edhe ushtu në umre edhe në Medinë, edhe në Mekë. Edhe del një grup që ja nisin me bëu shumë tortura vetë me keliti për zonë, ndalën mes musliman. Pejgamberi sa si pranon, me kelit si pranojnë, ata bëhen domethënë grup që kush kalon va marrin pasurinë. Domethënë plaçkatar bëhen. Ata çka thonë mushrik, aman ja Rasulullah, merri këto shtini mrena se më shumë po na bëjnë dëm që janë atje se sa ti kishe marrë ti mrena. E kjo domethënë bëhet lufta, këtu ndodh e çon Uthman radhiyallahu anhu me bëni kontratën, ndërkohë vanohet Uthman radhiyallahu anhu mendon pejgamberi sa se e kanë mbyt Uthman radhiyallahu anhu. Edhe japin bejen pejgamberit sa që thënë bejet Ridwan, është domethënë besatimi i kënaqësisë në atë drunin që e kanë dhënë idh yubai unë ke tahta shajara që ta kanë dhënë besën thot nën atë drunin. Ai janë kon 1400 sahabe. Edhe pejgamberi sa kur mirët vesh nuk mund të më bë umrë, do të më kthi prap. Edhe këtu shikojnë një butësi që pejgamberi sa çdo herë ka marrë mendimin e tjerëve. Edhe kjo na tregon se ne vazhdimisht edhe pse jena ndoshta jena hoxhallar, ndoshta jena lidera, ndoshta jena drejtora, do të më marrë se ndoshta një mendim e një personit bën dobi. Pejgamberi sa thot pasi shtajt do t'i ruajnë këtë kokat. Nuk kanë bë umre, po më rujt kokat. Edhe më kthit të shtëpia vet. Zhoni është. Thot i urdhëron pejgamberi sa askush nuk i përgjigjet. Hin domethën shatorin edhe në moment thot e shef bashorti e tij duke qenë domethënë çka i mllefosur pejgamberin sallam. I thot ja Rasulullah, thot pse po mllefosësh? Safije, thot pse po mllefosësh? Thot ja Rasulullah, thot oj Safije, thot unë po i urdhroj populli nuk po më përgjigjet. Thot ja Rasulullah, dil prej kurbanin ti, dhruj kokën ti, pastaj do të shohësh tjerë. Pejgamberi sa pret kurbanin ruan, këti ruin kokat. Domethënë kanë dash diçka me pa. Kjo tregon se nëse je musliman, nëse je lider, mos i urdhëron tjerë për namaz, i urdhëron tjerë për sadaka, i urdhëron tjerë për punë të mira, vetë nuk je kërkon. I pari filloj aty, të shohin ti, pastaj kur të shohin ti edhe tjerë, domethënë do të vinë domethënë mbrapa ashtu siç ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj domethënë ndodh çlirimi i Hajberit dhe kthimin, domethënë normal në atë kohë Hajber që kanë qenë disa jehudi, pejgamberi sa i fiton ata jehuditë dhe e shlirojnë vendin.
Pastaj ndodh çlirimi i Mekës, çlirimi i Mekës ndodhen 10.000 musliman, nisën për Mekë me Khalid ibn Walidin komandant, niset Abu Ubejd ibn Jarrahi, niset Ali radhiyallahu anhu, domethënë komandanta, dhe bëhet domethënë çlirimi i Mekës, ku i thën 360 ydhuj, ku 13 vjet e dha mundin, ku pas asaj na domethënë e bënin një luftë shumë të madhe 7-8 vjeçare, ku brenda asaj 20 vjet erdh koha që çlirohet domethënë Mekja nga mushrikët, dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam tha ja al haq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuka, thot erdhi e vërteta dhe u zhduke kota, dhe e kota është e zhdukur dhe i thej domethënë të gjithë idhujt pejgamberi alayhis salatu wasalam. Pastaj i mbledhi ata të Mekës dhe ju tha o ju Mekeli, çka mendoni ka me bë me juve, më torturut, më përgënjeshtrut, çka s'm banan luftut, çka mendoni ka me bë tashun me juve? I than ti je i drejti, ti je i biri i të ndershmi, ti je i ndershmi, ti je me cilësi të mira. I tha pejgamberi alayhis salatu wasalam idhhabu fa antum mutlaqa, shkoni se jeni të lirë. Domethënë pejgamberi nuk ka dashur të hak mirët për veten e vet, asnjëherë sa hak mirë. Sa herë kjo tregon se pejgamberi ka qenë i butë dhe sa herë ka dashur vetëm për hir të Allahut, jo mu hak mirë për veten e tij, dhe domethënë me këtë çlirohet domethënë Mekja. Sa çlirohet Mekja, nisën domethënë njerëzit me shku për luftën e Hunenit. Pasi që shkojnë në luftën e Hunenit, po, në vitin e 8, domethënë shkohet në luftën e Hunenit, ku lufta e Hunenit është një disa kabile ku kanë domethënë shumë pasuri, shumë deve, domethënë ku dalin me luftu pejgamberin alayhis salatu wasalam. Allahu thotë ta'khudhun me ganime kathiran ta'khudhunaha, keni me marr shumë ganimet për kësaj luftës, ku një herë e hupin luftën sahabët, ku përqendron pejgamberi alayhis salatu wasalam përpara, thotë Ali radhiyallahu anhu, thotë megjithatë ishmi komandanta Khalid ibn Walidi janë shumë të fortë, por kur ishmi në situatë të vështirë, thotë atëherë msheshmi kaç mas shpinës pejgamberit alayhis salatu wasalam. Edhe pejgamberi asam kur e pas ata i kishin shti domethënë në një kodër me gurzim, derisa i gurzun thotë sikur se shivi bike gurzi për mi, u largun krejt sahabët hikën. Pejgamberi alayhis salatu wasalam mbet me disa sahabe pak mbrapa, edhe pejgamberi alayhis salam tha ana nabiun la kadhib, un jam pejgamberi Allah, nuk jam kënjeshtar. O ana nabiun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, un jam biri Abdul Muttalibit. Domethënë nuk jam rrenc. Nëse doni për tokë dini çfarë familja, un jam pejgamberi, nuk rrej. Edhe filloi domethënë pejgamberi sa të lufton, thotë ja nisën me ardh kadal i thiri o Mensar, o Khazraj, o Aus, fillon me ardh derisa nisën dhe morën luftën dhe fituan shumë plaçka të luftës. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam, këto është një dobi shumë interesante, ku pejgamberi kur pideveve të ndoje pe pasurisë të madhe, vash përndon Ebu Sufjani që e pranon Islamin, më në herë ja jep 100 deve, tjetër jep 100 deve, trivi që kanë ardhur në Islam, i jep shumë deve. Në fund mbet, domethënë çka ensart Medinës që e kanë ndihmu, kanë sakrifikuar për pejgamberin sa, nuk jep asnjë sent pejgamberin sa. Edhe ja nisin ata ensart me bë muhabet pejgamberin sa kur jos na dha neve. Edhe shkojnë tek pejgamberi sa thotë ja Rasulullah, i u dhave kanë 100 deve atë Ebu Sufjani se pranon Islamin që na ka luftuar deri tash. I dhave Abbasit Mixhistan që e ka pranuar Islamin pak para se më ardhen më shlëru Mekja, se Ebu Sufjani pak para se më shlëru Mekja e pranoi Islamin. Domethënë shumë prej Paris Mekë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam tha, a nuk jeni të kënaqur që ata ti marrin devet edhe ti marrin pasuritë edhe të shkojnë te shtëpia ju të ktheni me pejgamberin alayhis salatu wasalam? Wallahi ja ensar, thotë nëse këtë kishin marrë një rrugë, ensart e kishin marrë një rrugicë, unë ta kisha marrë atë rrugicë. Nëse këtë kishin shkuar në kodër ensart në rrek, unë të kisha shkuar në rrek. Nëse ensart kishin marrë një rrugë edhe tjetër një rrugë, unë kisha shkuar me ensart. A jeni të kënaqur të kthehen me pasurinë e kësaj dunjës, ju kthehen me pejgamberin sa, thotë na kënaqet të kthehen me pejgamberin sa, fillojnë me qajt edhe kthehen me pejgamberin sa prapë Medinë, se i kap friga se pejgamberi sa ishte në zor Medinë, Mekë, e tash u shliru më Mekë, pejgamberi sa në metën Mekë, thotë unë ja kum dhon fin juve s'u do kthej me juve në Medinë dhe kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, edhe pse çlirohet domethënë përsëri Mekja. Në fund domethënë ndodh lufta e Tebukit, që është lufta e fundit që e ka bë pejgamberi alayhis salatu wasalam, ku ka qenë vetëm se sprove e madhe dhe ka dënjerë që tregon se Allahu thotë li yemiz Allahu al-khabith min at-tayyib, për të dalluar Allahu njerëzit e mirë dhe njerëzit e fllisht, munafikat sen i sprovon musliman dhe i rit në grada të larta, ku lufta e Uhudit është një luftë shumë e gjatë, 900 kilometra, është nxehtësi e madhe, dalin shesh munafikat, thonë la tanfiru fil har, ku keni më shku me luftu nxehtë i madh. Kur ju thosh njerëz për shembull muslimanëve, hajde be ta xhironi, valla shumë nxehtë smuni. Ti shkon dimër po. Kur vere dimri ftohtë i madh, edhe dalën namaz sabaj, valla shumë ftohtë, ti shkon nxehtë kështu dalë, kupton? Domethënë, këshirin jo në ato njën keton, la tanfiru fil har. Allahu thot kul naru jahannam, thysën zjarri i xhenemit ashaddu haran, është më i rëndë se sa nxehtësia që po e shihni ju. Leu kenu ifkahun se ata kuptojnë pak. Edhe çka ndodh, thot pejgamberi sa lenë që luftë e madhe, lenë që lartësia e madhe, lenë që nxehtësia e madhe, nuk kishte të holla pejgamberi alayhis salam. Vjen Ebu Bekri, pasurinë e bën krejt. Vjen Omer radhiyallahu anhu e bie gjysmën e pasurisë. Kur e vet Ebu Bekr, çka prunë dhe çka lahet te shtëpia, thotë ja Rasulullah, krejt pasurinë që e kum posëduar e kum dhon për ti. Çka ki lënë te shtëpia, thotë vetëm Allahun edhe pejgamberin. Kur jos kum lën?
Edhe që këtë moment thot Omer ja vallahi thot asnjëherë më nuk bëj gara me Abu Bekrin. Thot sare që ku ma ka shku dhe piksoj momenti unë nuk muj me ushtim me Abu Bekrin, domethënë me pasuri. Vjen Uthmani radhiyallahu jep shumë. Vjen Abdulrahman ibn Auf jep domethënë ari shumë. Edhe thënë munafikat kur i shohin munafikat veç rrin. I shohin filoni jep shumë, thot ki e ban për si fasi mu ka dhu se këshire sa ka dhënë. Atë kur vjen tjetri I cili ka qenë njëri të varfër, s'ka pas, ka dosh t'jape, subhanallahu, para me imani ative, s'ka pas çfarë t'jape, ka shku te një jehudi, ka punu gjithë ditën, ka punu te drujt e palmave, në fund ja ka dhënë domethënë 2 grushta me hurma. Çka 2 grushta me hurma, gjithë ditën që ka shku, që ka punu me qira, I merr dhe I çet. E jehudi thënë, a shtash me ket mos ka me met asnjë unt. Me ket mo kena mu frimon te buke mu kthi prap me këto grushta, domethënë sa ka dhënë, lënë që ka dhënë 2 grushta me hurma. Kjo tregon se nuk këshirën domethënë çka thot Aisha radhiyallahu anha. Jepni la tahkiran min al-ma'rufi, mos e nënçmoni thot pejgamberi alayhi salatu wasalam min al-ma'rufi pe punës mirë walau bi shakki tama nëse qoftë në gjithë hurme fa inna Allah yurabbi sa Allah do ta depon ditën e gjykimit hatta tekuna mithl al-jabal derisa të bëjë sa një kodër e madhe nuk është më rëndësi se ata çka e jep ti për hir të Allahut subhanahu wa taala e çka ata vazhdimisht munafiqët domethënë kanë bëu çket edhe shkohen në luftë shumë munafika nuk shkojnë shumë kreative domethënë ngecin por kur shkojnë lufta fitojnë domethënë muslimanët në atë luftë edhe domethënë kthehen musliman prej së luftës se ata romakët e dorëzojnë luftën nuk bëhet lufta hiç dhe kthehen sahabët prapë në shtëpijet e veta kjo tregon për mi tregu Allahu subhanahu se kush sakrifikon dhe kjo është një sprov se kur të hin disa në xhenet edhe kur të hin disa në xhenem do të thonë ato xhenemlit o Zot pse ishtin këta në xhenet neve në xhenem për shkak se këta në dunjë kanë dhënë do të thotë sakrificën për Allahun edhe kanë merituar këtë vendin që me qenë domethënë deri në këtë vend. Pastaj domethënë është në fund tjetrën, në fund domethënë është haxhi lamtumirës ku pejgamberi alayhis salam e ban një haxh në jetën e vet. I ka bë 4 umre, kurse për haxh një haxh e ka bë, mos mendoj dikush I ka bë 3 haxha, 5 haxha, 10 haxha, një haxh e ka bë, edhe ai haxhi është quajtur haxhi lamtumirës, I pari dhe I mbramti, ku 100.000 sahabe kanë prezantuar me pejgamberin sa derisa thuhet çdo person edhe që ka qenë I smut edhe 7 zonë bile një gjatë rrugës ka lind një fëmijë domethënë haxh. Domethënë këtë kanë bose, ndoshta ka thënë pejgamberi khudhu ani menasikekum merrni pimu dispozitet e haxhit. La ilaha ilqakum ba'da ami hadha ndoshta për këtë vitet unë nuk kam u zatek me juve. Edhe mbledhet në Arafat, edhe thotë inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ka yawmikum hadha ka baladikum hadha ka makanikum hadha thotë dini se pasuria juve, malli juve është haram për me dert njëri tjetrit gjakun e juve, është e shenjtë sikur kjo dita këtu në këtë vend, ditën e Arafatit, në vendin e Arafatit, edhe në kufit e Mekës, domethënë Mekë që është vendi I shenjtë, janë të shenjta më të shenjta se sa ky vendi që ka këtu. Edhe çatëherë I zbret edhe ajeti I fundit, el yawma akmaltu lakum dinakum sot ja u plotësova në fen juve. Wa atmamtu alaykum ni'mati dhe izbita begatit mbi ju, wa raditu lakum al-islam dinan dhe jam I kënaqur që feja juve të jetë Islami, domethënë kjo është ajeti I fundit që e zbrit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është bëhet haxhi I fundit dhe pejgamberi sa më mëson thotë merrni dispozitat e mia prej haxhit, se ndoshta çki haxh është I pari dhe ki haxh është I fundi, ndoshta nuk do të arriti më në haxhin tjetër. Pastaj domethënë është smundja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillon smundja e pejgamberit sa në muajin Sefer, domethënë në dhomën e Zenebës, pastaj vazhdon mjekimin në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Thot Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alaihi wasallam e ka dashur më shumë ti Aishën radhiyallahu anha. Vjen një ditë një sahabi thot pejgamberit alaihi wasallam ja Rasulullah cili njeri është më I dashur tek ti? Thot Aisha. Thot ja Rasulullah e pata qëllim për burra, thot baba I Aishës. Domethënë Aisha radhiyallahu anha shumë e ka dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E thot ju ka lutën atyre që të mjekohet dhe tek shtëpia e pejgamberit, shtëpia e Aishës radhiyallahu anha. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam thot ka ndruar jetë duke qenë më në gjoksin e Aishës radhiyallahu anha, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin domethënë 19 sipas hijrit. Domethënë kur viti I vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më e njohur pse se ka ndruar jetë me 12 Rabiul Awwal. Ditën e hanë me 12 Rabiul Awwal. Te ne e festojnë domethënë me vludin që ka lind, a realitet kjo është data më e sigurt vdekjen. Apo ja festoni jetën apo ja festoni vdekjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kjo tregon se kjo pejgamberi sa nuk ka porosit dhe në asnjë send, por ditën e hanë ka thënë kam lind unë ka agjëru pejgamberi sa, edhe ka thonë ditën e enjte duhet të jem agjërueshëm se ditën e enjte ngritën veprat tek Allahu dhe duhet të jem çat ditë që ngritën veprat tek Allahu, duhet të jem domethënë unë agjërueshëm. Pastaj domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin domethënë brenda asaj kohe brenda 13 ditëve
e jep amanetin Allahu subhanahu wa taala dhe ndron dhe ngritet tek Allahu subhanahu wa taala, që duke thon Rafiqul A'la, du ngritem tek Allahu subhanahu wa taala, ku hip në hutbe, thot ana abdun khayyarahu Allahu baina ad-dunya wal akhirah, unë jam një rob që e ka zgjedhur Allahu mes dunjës dhe ahiretit. Dhe kjo është një të thënë se dietart se pejgambert e Allahut para vdekjes zgjedhen a me vdek ato me jetu, a do në këtë dunjë e do ahiretin. Domethënë pejgambert e Allahut një prej specifikave është pyetën, domethënë a me ndru jetë a me vazhdu, domethënë edhe domethënë pejgamberi sa ka thënë Rafiqul A'la tek Allahu. Në momentin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e jep domethënë amanetin dhe vdes, dhe sahabët nuk kanë mujt ta marrin, do të thotë se mundet pejgamberi alayhis salatu wassalam me vdek dashurinë e madhe që e kanë pas ndaj tij. Omer radhiyallahu thotë nxjerr shpatën dhe thotë kush thotë që ka vdek pejgamberi sa kam ja hek kokën me këtë shpatë, derisa sahabët domethënë tronditje të madhe. Omer edhe nuk mund me besu, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam ka shkuë, thot ashtu siç ka shku Musa në Turisinin 40 ditë, një muaj tepër është largu, e thot ka shku të bisedon me Allahun, do të kthehet. Nuk është e mundshme s'ka vdek pejgamberi sa. Vjen Abu Bekri, i cili s'ka qenë prezant kur ka ndruar jetë pejgamberi sa, thot hyn tek pejgamberi sa me butësi, me qetësi ndaj imanit që e ka pas Abu Bekri në sjellës, thot e përkthel pejgamberi sa, e përçafon dhe thot sa i mirë jeti i gjallë dhe i vdekur. Çket ndhimje e ki përjetuar në këta momente, pas kësaj më nuk ka më dhimbje tjetër për tije, nuk ka më torturë tjetër pas kësaj. Dhe thot pastaj del tek njerëzit e mban hutbën, edhe ju drejtohet sahabëve, i thot men kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kush shkon duke adhuruar Allahun, Allahu është gjallë, e kush shkon duke adhuruar Muhamedi është i vdekt. Pastaj ka thonë wama Muhammadun illa rasul, Muhamedi është vetëm pejgamber, qad khalat min qabli rusul, edhe para pejgamberit ka pas shumë pejgamber. Ata immatën sa i vdes au kutilen qalabtum ala aqabikum, apo mbitet luftë, ato keni me dal për dinit të Allahut, wa men yanqalib ala aqibihi, e kush del për dinit të Allahut, falan yadur Allah shay'a, Allahu nuk i ban dëm askush, fasayajzi Allahu shakirin, Allahu do t'i shpërblen falimderuesit. Thot kur e kanë lexuar këtë ajet e Abu Bekrit, sahabët në u ka dukse s'pari herë kanë ndëgjuar s'pari herë pas bet kjo ajeti, do të thonë që Allahu subhanahu wa taala i dha përforcim vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me ka që lusim Allahu subhanahu wa taala që të ketë zonë vend në për zemrat tona, dhe spaku me këtë ta manifestojmë dashurinë që e kemi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta mësojmë ne, pastaj t'ja transmetojmë vëllezërit ton, familjes ton, fëmijëve ton, domethënë njerëzit të cilët i dojmë, për shkak se kjo njeriu më i zgjedhur, njeriu më i dashur, njeriu i cili ka sakrifikuar më shumë ti për këtë ummet në këtë dunjë, do të jetë njeriu i cili ka sakrifikuar më shumë ti ditën e gjykimit për Allahut subhanahu wa taala. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft për durimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpërbleft. Amin. Po, transmetohet se duke mbrojt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veten, e ka mbitën një prej mushrikëve, edhe ka urdhëruar me mbitën njënin Khalid al-Khudhali, që shumë njerëz mendojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i urtë dhe ka qenë i butë, por ato çka është marrën domethënë në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shojt fejen, apo e ka shojt sunetin, apo e ka shojt Kur'anin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar njërin prej sahabive, ka thonë kush shkon, edhe mbyt çket, edhe ma bën çket kokën e çkti Khalid al-Khudhali, ka me qenë me mund xhenet shtu bashk. Edhe çka ndodhen? Ndodh që sahabiu thotë jam nis natën, kum shku në rrugtim shumë të madh. Kum natën kum hesna për tër ditën kum flet. Veç pak çestis janë tu shpjegu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë se kush e mbyt kam jap, domthon kush e bie kokën, do të jes me mund xhenet bashku. Thot Khalid al-Khudhali ka qenë në Mekë dhe ka qenë me një ushtri shumë të madhe. Dhe çka ndodhen? Thot kur shkova atje, thot e kish përgatit 1000 ushtar, këtë me shpata. Thot hyra brenda. Thot treguan se është njëri i cili ka merak poezia, i don poezia. Fillova thot recitoj me atë poezia tan natën derisa këtë zot xhumi vetëm unaj. I thash unë kam du me vazhdu me ti muhabetin me poezia. Derisa metën këtë fletën, thash apo flena pak, sa më ranë, tha, në shtrat me flet, a i tha e zut gjumi, tha unë nuk flesha. Syti kisha të mbyll, po nuk flesha, në moment e nëzori shpatë, thot edhe ja hoqa kokën. E mora, thot ata, kryen edhe shkova, duke nëzitu, natën, thot heqësha, urzojsha, teri madh, ditën u e gjisha një strehim, pushojsha, derisa mrinat e pejgamberi a.s. dhe ja dërzova kokën. Pejgamberi a.s.
I tha se ti me mu do t'jesh në xhenet. Ja Rasulullah, më jep një shenjë. Më jep një shenjë se ç'është të njohën atë ditë të më njohësh ti. Pejgamberi sa më thotë mor një shtagë e thej, tha merret çket shtagën. Ç'kjo shtaga do të jetë mes mua dhe ti ditën e gjykimit, nëpërmes kësaj shtagës kam të njoft, ti ki më kon në xhenet, ki më hi me këtë shtag, pak njerëz i ka që më shtetën kësaj shtagë në xhenet. Edhe çka thot ki personi ka hec me këtë shtagën, është la me këtë shtagën, është fal me këtë shtagën, edhe tha kur të vurosni me këtë shtagën, kur të rinjallat do të rinjallat të njofri pejgamberi sa se unë jam ai personi. Sallallahu alaihi wasallam. Sa shumë këndim se ndërmjet ska vrau, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.